Mbrëma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja dhe zotrinj. Shqipëria ka festuar sot kualifikimin në Euro 2016. Vajtja e kombëtares në Paris duket se është parë si ngjarje e madhe, është përjetuar si e tillë, është festuar sot, por kjo ka ndodhur edhe fal drejtësisë europiane, fal drejtësisë ndërkombëtare me vendimin e kasit e 3 pikësh që na dha për ndeshjen e vitit të kaluar në Serbi. Në fakt duket se drejtësia është e rëndësishme jo vetëm për familjen europiane ku ne duam të shkojmë, por edhe për vetë shqiptarët, për realitetin e tyre të përditshëm, për problematikën që ata hasin çdo ditë me ato që kanë denoncuar dhe kërkuar për ndryshuar korrupsionin në drejtësi. A mund ta zgjidhë reforma që ka nisur pikërisht këtë problematikë dhe si do të reformohet sistemi i drejtësisë? Ja ftuarit e misonte. Fabian Zhilla, pedagog i së drejtës në Institutin Kanadez të Teknologjisë. Reforma në drejtësi duhet të sigurojë gjithëpërfshirje dhe depersonalizim për qëllime politike. Zgjidhjet që do të propozohen nuk do të bazohen duke u nisur nga kontrolli aktual që kanë forcat politike në sistem, por nga fakti se si ta nxjerrim sistemin e drejtësisë nga kapja politike dhe korrupsioni. Eduard Halimi, deputeti i Partisë Demokratike, nënkryetari i Komisionit për Reformën në Drejtësi. Pas arritjes së marrëveshjes për draftin e opozitës dhe të qeverisë, fjala i takon Komisionit të Venecias për vlerësimin e kësaj reforme. Këmbgulja e opozitës për këtë variant erdhi pasi ekspertët vendas dhe të huaj konstatuan në draftin e qeverisë kapjen e drejtësisë nga majoranca. Aleksandar Qipa, analist, drejtësia në vend është një histori pa drejtësie. Nuk mund të reformohet nga ata që kanë deformuar plotësisht misionin e saj. Pretendimet e sotme dhe sidomos ndarja e dy palëve në 2 drafte është premtimi më i ri për një realitet të vjetër. Reforma reale mishëron nxjerrjen e shoqërisë dhe shtetit nga kthetat e tranzicionit. Mbrëma dhe faleminderit që jeni këtu, zoti Alimi, do nis me ju fillimisht drafti për ndryshimet kushtetuese. Ulim pak muzikën në studio që ne të vazhdojmë bisedën të qetë. Faleminderit regjia. Drafti për ndryshimet kushtetuese. Çfarë pritshmërie ka opozita? Drafti ka 2 probleme të rënda. Problemi i parë ka të bëjë me procesin se si erdhën deri ke drafti dhe çfarë po bëhet me draftin. Dhe për herë të parë në këto 25 vjet hartohen drafte të ndryshimeve kushtetuese dhe jo pak, por të paktën 50 neneve, dhe këto amendamente bëhen në mënyrë të njanshme, bëhen në mungesë totale të transparencës. As ju nuk e dini si media, as qytetarët, as gjyqtarët, as aktorët nuk e dinë se si u arrit që të bëheshin, të hartoheshin 50 amendamente të kushtetutës, nuk është zhvilluar asnjë tryezë vetme publike me aktorët e sistemit. Janë bërë tryeza për të analizuar problemet që ka pasur, por nuk ka as edhe një tryezë të vetme për strategjinë njëherë në radh parë dhe jo më pasaj për amendamentet kushtetuese, dhe po ashtu nuk ka asnjë tryezë me opozitën për të diskutuar për hartimin e këtyre amendamenteve kushtetuese në mënyrë krejt papritur. Çfarë ju ka penguar tjeni në Komisionin e Reformës të Drejtësisë? Jo, po ju them, në Komisionin e Reformës ne kemi qenë që prej muajit korrik, në atë moment ishte vetëm hartuar analiza e dokumentit, ne kemi patur debate lidhur me analizën e sistemit drejtësisë, me strategjinë, u diskutua që do kishim një strategji të përbashkët që do të bëhej gjatë shtatorit, dhe caktuam edhe ekspertët e opozitës që do ishin në proces dhe në mënyrë krejt papritur, të dhunshme, po ju them, majoranca solli në Komisionin e Ligjeve, në Komisionin ad hoc, 58 amendamente kushtetuese pa i konsultuar me askënd. Dhe ky është problemi i parë i cili ka të bëjë me mungesën e transparencës që shoqëroi hartimin e amendamenteve dhe vazhdimin ka 2 javë që këto amendamente kanë dalë në publik, por nuk ka as edhe një tryezë të vetme përsëri për të diskutuar lidhur me këto amendamente. Problemi i dytë që ka të bëjë me përmbajtjen. Çfarë sjellin këto amendamente? Spari, amendamentet, shumë shkurt, sjellin hapin si hap të parë spastrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve me anë të një provimi, pra është hapi i parë, i cili do të bëhet nga një komision, i cili do të emërohet nga partia, kur them partia e kanë fjalën majoranca, Rama dhe Meta, 2 bashkë me 84 vota, dhe do t'i futin në provim me shkrim dhe me gojë të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët për të bërë spastrimin e tyre. Hapi i dytë do të jetë mbushja e gjithë vendeve vakant me njerëz, me juristë të cilët kanë më shumë se 20 vjet eksperiencë, duke përjashtuar studentët e shkollës së magjistraturës, që na rikthejnë gjithë ke kasta e vjetër. Hapi i tretë që është paralel me 2 të parët, është krijimi i 8 institucioneve nga partia sërish, 8 institucione të cilat
do merren me emërimin, me kontrollin, me shkarkimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjithë vendin, duke mbajtur gjithë sistemin e drejtësisë të kapur nga të emëruarit e partisë, pra të mazhorancës Rama Meta me 84 vota. Dhe më pas kalohet po në mënyrë paralele me hapa të tjerë, pezullimin e të drejtave të gjyqtarëve, duke mos i lënë atyre të drejtën për t'u ankuar kundër vendimeve që do të marrin këta komisionerët që do emërohen nga mazhoranca, pezullimin, shkarkimin e prokurorit përgjithshëm për të parë ndodh në këto 25 vjet që prokurori i përgjithshëm shkarkohet me ligj, dhe jo për shkak të punës vet, pra për shkak të performancës ulët apo për shkak të problemeve që ka në luftën ndaj krimit, dhe vazhdohet pasaj duke e kthyer gjithë procesin në përmbajtje, pra në gjithë draftin, në një barbari të vërtet juridike, e cila shkon vetëm drejt kapjes sistemit dhe jo luftës ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Aq e vërtetë është kjo për një ilustrim dhe për ta mbyllur në këtë ndërhyrje të parë, saqë gjatë në amendamentet kushtetuese thuhet që në qoftë se gjatë kontrollit të gjyqtarëve që do t'i bëhet gjatë vlerësimit të tyre, ky gjyqtari apo prokurori do t'i jap dorëheqjen, më njëherë ndërpritet verifikimi dhe ky vetëm të largohet pas ka probleme edhe nëse ky ka patur probleme me drejtësinë. Pra gjithë skema është një skemë e cila synon kapjen e sistemit të drejtësisë, është bërë në mënyrë jo transparente dhe sigurisht që është si e tillë është destinuar që të mos ketë sukses pas. I marr pak më radhë, e di që kolegët mund të kenë ndërhyrje, po kam unë disa pyetje për këto që sapo përmendet. Për provimin, thatë që e bën partia, në kuptonin majorancën. Kur them partia, kush e bën? E bën me një mekanizëm. Se dikush do e bëj provimin. Po, dakord, mund ta bëj. Cili është problemi? Ne themi që e para njëri që lufta ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë nuk zgjidhet me provim. Pra, ne besoj gjithë këtu dhe gjithë qytetarët e kuptojnë që gjyqtarët bëjnë korrupsion jo se janë të pavë dhe janë budallënj, se do bëjnë dy testime, testim psikologjik dhe testim për njohurish. Korrupsionin e bëjnë gjyqtarët se e njohin ligjin, jo se janë të pavë, por i shmangen sepse preferojnë më shumë zarfin, se sa të preferojnë edhe në drejtësisë. A ka praktika ndërkombëtare që japin provime gjyqtarët? Lidhur me provimin, ka praktika ndërkombëtare të hershme, të cilat, sipas Komisionit Venecias, rekomandojnë ato vende ku nuk ka një sistem vlerësimi për gjyqtarët. Pra, që ne dhe qytetarët të ndajnë se sa nga gjyqtarët e gjykatës Tiranës janë të ndershëm dhe sa të korruptuar, sa janë të aftë dhe sa janë deviant, sipas nesh, duhet të bëhet një kontroll i punës tyre, pa të kontrollojnë dosjet. Ke 100 dosje, të shohim në këto 100 dosje se cila është performanca jote. Ke dhënë 50 vendime, 6 vendime të drejta dhe 40 vendime të pa drejta, dhe jo të bësh provim. Sepse kjo praktike provimit në Shqipëri ka ndodhur në vitin 1999, është bërë një provim, ka ndodhur spastrimi dhe vendet e këtyre që u spastruan, vendet vakante, u mbushën me zëvendës ministrat e drejtësisë, me etusit e kohës komunizmit, me gjyqtarët e kohës komunizmit, me prokurorët e kohës komunizmit. Pra ky proces ka ndodhur një herë përpara. Ndaj dhe e para, nëse do të bëhet një vlerësim i gjyqtarëve dhe jo provim, ne jemi për vlerësim dhe jo për provim, ky vlerësim duhet të bëhet nga një komision i cili duhet të jetë larg politikës. Nëse ti komisionin e emëron nga parlamenti me 84 vota, ndërkohë që mazhoranca sot ka 88 minimalisht, atëherë të gjithë ata emëruar do të jenë emëruar që janë nga partia. Pra Rama dhe nga Meta. Mazhoranca thotë ky është paraqykim. Këta që do emërohen aty nga Rama dhe nga Meta, sigurisht kur të bëjnë edhe testimin, sigurisht nuk janë njerëz të pavarur, sepse apo të paanshëm, sepse janë emëruar pikërisht nga mazhoranca. Dhe do bëjnë sigurisht përzgjedhjen. Ti e kalon provimin, ti më dukesh i mençur, ti tjetri më dukesh budalla, do të shmangin dhe do të kryejnë votë vakante. Verifikimin e provimit nuk do e bëj as Rama as Meta. Do ta bëjnë komisarët e tyre të emëruar nga parlamenti. Kjo historia me komisar nuk merr ndonjëherë fund në Shqipëri, sepse cila mazhorancë pretendon që ka komisarët e vet dhe opozita thotë një gjë. Si mund të jepet drejtim kësaj? Po ju jap vetëm një ilustrim që këta komisar duhet të plotësojnë kushtin sipas asaj që parashikohet që të jenë mbi 20 vjet jurist. Tani më thoni, mbi 20 vjet jurist janë të gjithë ata që kanë mbaruar para vitit 1990, apo jo, që kanë filluar shkollën. Para vitit 1990, të gjithë e dinë që të vijë në fakultetin e drejtësisë duhet kisha patjetër një antar partie, se ndryshe komiteti ekzekutiv dhe komiteti partisë që kishte ekskluzive të drejtën e dhënies së të drejtave studimit për drejtësi, nuk ta jepte votën. Pra të gjithë ata, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë të lidhur në mënyrë pasgjithshmërisht me ish partinë e punës, me partinë socialiste. Kanë qenë hetues, kanë qenë prokuror, kanë qenë gjyqtar në kohën e komunizmit, dhe sot tani do të jenë komisarët politik, të cilët duhet të bëjnë provimin, do t'i futin të gjithë këta në atë giotinën gjithë gjyqtarët, pa pyetur se ka gjyqtar të ndershëm. Dhe ajo që është
më e papranueshme nga të gjitha është pezullimi i të drejtave kushtetuese që i bëhet gjyqtarëve ndershëm. Çfarë i thuhet? Do t'ju futim gjithëve në provim, por juve... Bëj një ngacmim. Vetëm ja ta mbaroj vetëm. Jo, vetëm te kjo pikë, se ky është një paragjykim Këtë po përpiqem. dhe që nuk ka brendi juridike kjo. Ja ta mbaroj brendin juridike. Pra, do t'i futin të gjithë gjyqtarët në provim, thot, dhe juve si gjyqtar do t'ju pezullojmë të gjitha të drejtat kushtetuese që keni për palëvizshmërinë, të drejtë kushtetuese për t'u ankuar kundër vendimit. Pra u futa në provim, nuk e mora provimin. Sepse unë mendoj që ka qenë i ka qenë i anshëm ai komisioni, por unë kam të drejtin që ta ankohem. Mua këtë të drejtë kushtetuese ma ka pezulluar me kushtetut. Nuk kam të drejtë, as gjykatës kushtetuese nuk i ka lënë të drejtë që ta shqyrtoj këtë nisëm. As mua si gjyqtar i ndershëm i këtij vendi, të cilët janë me shumicë për të qenë për të vërtetës, apo prokurorët e ndershëm që janë me shumicë për të vërtetës, apo magjistratët e ndershëm që janë me shumicë për të vërtetës, i pezullohet e drejta e ankimit në sistemin gjyqësor. Nuk e drejtë shkosh, e drejta e ankimit për të qenë në brendësi, në çdo gjykatë të vendit, në çdo tribunal të vendit. E drejta e ankimit nuk është privilegj që i hiqet gjyqtarëve. Është drejtë themelore. Pra, ky është procesi. Ti pezullojmë, ti ngrim të gjitha të drejtat tuaja, dhe ne ju çojmë atje në giotin, përfundojmë procesin, nuk keni drejtë të ankohemi, hikni ju, si do sjellmë sa të tjerë. Po kjo ka një nonsens. Sepse komisioni që presupozohet se do ta marrë përsipër certifikimin apo mos certifikimin e kandidatit, është një komision që përbëhet nga profesionistë. Dhe pse shifet si e drejtë, po e themi juridike dhe drejtë njerëzore, ndërkohë që këtu kemi të bëjmë me një moment profesional, të testimit profesional. Sepse kandidatët që do të përfshihen në këtë garë janë para një komisioni profesional, deontologjik, nuk është një komision që do të buroj nga një background politik, apo nga një, po e them, miksazh i anësisë dhe panshmërisë politike. Do të jetë dikush i përfaqësuar me propozim të opozitës dhe dikush i përfaqësuar me propozim të mazhorancës. Ky është një komplikim që e amplifikon çështjen. Të përgjigjet zoti Alimi apo e ke në këtë kontekst, në për këtë çështje? Është në pjesë të diskutimit. Unë mendoj që çështja e testimit ose e provimit nuk është problemi në vetvete. Domethënë që këtu ka filluar të orientohet problemi që ka gjyqësori shqiptar në dijet apo në njohuritë që kanë gjyqtarët tanë në lidhje me ligjet apo me interpretimin e ligjeve. Do të pranojmë një fakt që vetë sistemi gjyqësor ka një kontroll të dijeve nëpërmjet apelimit. Pra, dhe unë nuk mendoj që problemi i korrupsionit në gjyqësor është çështje dijesh. Dhe për këtë besoj ka studime serioze të cilët e cilësojnë performanca, varet edhe nga dijet? Padyshim që varet edhe nga dijet, po ka një kontroll vetën të brendshëm gjyqësorit, të cilët ti mund ta masësh. Ka funksionuar ky kontroll deri tani? Po ka, ti mund të nisësh nga ajo, pra ka edhe në sistemin e vlerësimit që i bëjnë gjyqtarëve, kanë vendosur një numrin e çështjeve të apeluara dhe e shikojnë që edhe ajo ka problemin e vet, sepse sot në shkallat më të larta në përgjithësi nuk kemi gjyqtarët më të mirë nga pikpamja profesionale, sepse pretendohet që gjyqtarët më të përgatitur, le themi, të shkolluar janë magjistratë. Magjistratët shumica e tyre janë në gjykatën e shkallës parë. Në këtë kontekst, dhe pjesa e kriterit kryesor që patjetër ata të cilët do të menaxhojnë komisionin e provimit, do të jenë jurist me mbi 20 vjet eksperiencë, e bën problematike. Unë kam qenë kritik që në momentin se si është konceptuar dokumenti analitik. Është një dokument i cili është marrë thjesht. Çfarë ke kaluar tani, se ka përfunduar si debat. Po, sepse aty vjen gjithë domethënë, amendimet janë bërë thjesht duke pasur parasysh natyrën ligjore. A është ky problemi kryesor që ne kemi realisht në gjyqësorin shqiptar? Kjo ngelet kjo shtron pyetje, sepse kjo ka orientuar të gjitha. Pyetja e dytë që kisha është për të dokument analitik u mor një kohë e konsiderueshme. Ishte fazë shumë e rëndësishme sepse kishte të bënte. Gati një vit zoti Alimi, po thojse? Po gati 8 muaj. Si ka mundësi që zgjidhjet që janë edhe më të rëndësishme se sa ekzaminimi i problemit vinë kaq shpejt? Kjo e bën deri diku të kontestueshëm, sepse po flasim për 50 nëna të kushtetutës. Dhe vetë konceptimi i ndërhyrjes në ndryshimet kushtetuese në mënyrë të pjesshme është problematik nga filozofia e drejtës. Kushtetuta jonë, kur u bërë në 98, kishte një koncept, kishte një logjik institucionale që thoshte, kemi një sistem gati semi-presidencial, ku ndahet, le themi, janë ndarë pushtetet për të pasur një kontroll midis presidentit i cili ka rol kryesor, le themi, tek drejtësia, deri diku marrëdhëniet me jashtë dhe ushtrinë, dhe pjesa tjetër i lihet ekzekutivit.
Ndërsa gradualisht ne kemi shkuar në një president i cili ka dalë tërësisht jashtë rolit vet. Kemi kaluar në një sistem tërësisht i cili jep një pushtet jashtëzakonshëm kryeministrit, një kryeministër i cili shantazhon me ndryshimet e fundit që është bërë mocionit mosbesimit neneve të kushtetutës, ai shantazhon edhe parlamentin nëse do të ushtrojë një kontroll. Atëherë kjo e ka nxjerrë domethënë jashtë, e ka sfazuar, le të themi, konceptin themelor që drejtonte kushtetutën. Dhe këto ndryshimet parciale, sido që të bëhen, e kanë nxjerrë jashtë filozofisë, ose di çfarë filozofie ka sot kushtetuta dhe sistemi qeverisës shqiptar. Pyetjen e fundit për zonin po e bëj unë dhe të përgjigj për të gjitha. Në rreth 180 nene ka kushtetuta? Në mos gaboj, afërsisht? Afërsisht. Nëse preket në 50 nene më së paktu. Dhe nëse është prekur në 2008 dhe ka ndodhur gjithë ato deformime që po jetojmë sot. A ka kuptim ta mbajmë të kushtetutë? Mos do ishte më e udhës të votojë një kushtetutë e re? E para njëherë, edhe ku ka qenë një diskutim edhe me ekspertë që kemi ne, po nis nga kjo e fundit, është me shkurtë për të vazhduar më gjatë. Reforma në drejtësi është një reformë sektoriale. Dhe besoj që dhe misioni i komisionit të posaçëm që është ngritur është për të bërë këtë reformë sektoriale, sepse ka patur edhe qëndrime që duhen ndryshuar edhe sistemi i zgjedhjeve, ndoshta mund duhet ndryshuar edhe pjesa e zgjedhjes presidentit. Janë bërë disa diskutime edhe me faktorë ndërkombëtar, me ekspertë ndërkombëtar lidhur me këtë çështje, dhe është arritur është dakordsuar në këtë pikë që reforma duhet të jetë sektoriale, pra duhet të prek vetëm sistemin e drejtësisë. Lidhur me pjesën e parë, pra me hapin e parë që do ndodh, sepse prandaj është i rëndësishëm ky, hapi i parë që është spastrimi. Spastrimi nëpërmjet provimit. Provimi në gjykimin tim bëhet vetëm me një qëllim, vetëm për të spastruar. Pse vjen kjo? A ka nevojë të spastrohet? Po ka nevojë që të spastrohet sistemi po jo nëpërmjet provimit, këtë po them. Se cila majorancë do ta bënte, opozita kështu do thonë, po e bën kjo majorancë për interesat vet. Si zgjidhet kjo? Bëhet nëpërmjet një sistemi vlerësimi. Pra bëhet nëpërmjet procesi të vlerësimit gjyqtarëve, dhe ne këtu me ekspertë e Bashkimit Evropian e bjem dakord që duhet të ketë një sistem të vlerësimit të shpejtë dhe efikas të gjyqtarëve, në mënyrë qytetarët dhe të gjithë ne të marrim sa më shpejt, ta kemi të qartë se sa nga 380 gjyqtarët e Shqipërisë janë të ndershëm, sa janë deviant, sa janë të korruptuar, sa janë të paftë dhe sa janë njerëz që duhet promovohen. Vetëm në këtë proces mund të ecet. Tani ka një sistem vlerësimi për gjyqtarët. Një sistem vlerësimi që për së vërtetës nuk është se ka funksionuar në mënyrë perfekte, edhe për faktin se Këshilli i Lartë i Drejtësisë, duke mos i patur anëtarët me kohë të plotë, mblidhet rrallë, nuk arrin dot inspektorati është numër të vogël, nuk arrin dot që të evoluojë shpejt me pjesë e proceseve, një problematikë cilën e kemi patur nga viti 2004, mos gaboj, e në vijim, për shkak të vlerësimit. Por është po kaq e vërtetë që ekspertë e Bashkimit Evropian i kanë propozuar qeverisë shqiptare një ligj të ri për vlerësimin e gjyqtarëve, pra për vlerësimin në bazë të dosjeve të gjyqtarëve dhe jo në bazë të provimit, i cili është miratuar vjet nga qeveria me ndërhyrjen e ekspertëve ndërkombëtar, dhe prej një viti ai ligj nuk futet në parlament. Pse nuk futet? Sepse që të bësh vlerësimin e drejtë të gjyqtarëve, pra nëpërmjet vlerësimit dosjeve, është një punë më e vështirë për të ndarë sigurisht të ndershmit nga të pandershmit. Ndërsa zgjidhja më e shkurtër dhe më eficiente dhe më atraktive për qeverinë, për të patur përfitime politike nëpërmjet ndryshimeve të shpeshta të kushtetutës, të shpejta, nëpërmjet krijimit të institucioneve të reja, duke shkrirë një institucione, duke ngritur institucione të reja, kjo është një mënyrë e shpejtë e qeverive për të patur përfitime politike. Dhe ata janë udhëhequr nga rruga e shkurtër për të bërë provimin e gjyqtarëve, për t'i rënë dhe për ta ndarë më njëherë dhe për të larguar më njëherë, siç e bën në vitin 1999. Të njëjtën gjë. Po këta njerëz që janë sot e bën në vitin 1999. E dyta, pse jam unë skeptik, zoti Çipa? Jam thash sepse paragjykues tamam. Paragjykues. Pse jam paragjykues? Sepse këta njerëz do t'i zgjedh partia, do t'i zgjedh parlamenti. Duhet t'i zgjedh, nëse ne duam që t'i mbajmë larg duart e majorancës nga qeveria, duhet përdoren filtra demokratik. Dhe filtra demokratik është opozita. Pra opozita duhet të ketë një pjesëmarrje substanciale në këtë proces. Nëse ti ve kufirin 84 vota, atëherë ti opozitën e le jashtë. Nëse ti shmang institucionet e tjera, siç është presidenti, atëherë ti i ke të gjithë, i ke vetëm në dorën tënde. Nëse ti vendos që ti jeni jurist mbi 20 vjet, atëherë sigurisht të gjithë këta thash të çojnë tek nomenklatura e vjetër, tek kasta e vjetër e ish hetuzëve, ish prokurorëve, të cilët i është përcaktuar, interesant është, i është përcaktuar në kushtetutë paga. A ndodh, më thuaj, për një zyrtar të këtij vendi?
për një zyrtar të këtij vendi, ti përcaktohet paga në kushtetut. Për presidentin, kryeministrin. Nuk është përcaktuar paga, nuk thuhet as për presidentin, por sipas kushtetutës këtu që kanë bërë, Komisioni Pavar i Kualifikimit e kanë rrogën 6 milion lek. Më thuaj mua, 6 milion lek, presidenti Republikës e ka 2 milion. Pra, janë bërë gati, prandaj janë paragjykues, zoti Çipa, sepse janë bërë gati edhe vendet, edhe emrat. Edhe emrat cilët ndoshta s'kan pranuar me një rrogë më të vogël dhe kanë thënë, do vim aty, por duam 6 milion lek rrogë. A janë këto emrat më të njohur të jurisprudencës shqiptare? Janë emrat të cilët njerë shiten kamufluar si super ekspert, njerë shiten si ekspert nivelit lartë, por gjithë ata për mua, cilët kanë punuar në kohën e komunizmit, si ish gjyqtar, ish prokuror, ish hetues, për mua ata janë njerëz të lidhur ngushtësisht me ish Partinë e Punës, sot Partia Socialiste, dhe kam gjithë të drejtën të jem paragjykues se ata janë tërësisht të anshëm në qëndrimin e tyre. Pavarësisht titullit që mbajnë ata, master, supermaster e të gjitha me radhë. Tu ka dy gjëra. Së pari, për të bërë një argument politik të përkundërt me atë që ju pohoni si përfaqësues i opozitës, do të duhej në studio të kishim një përfaqësues që mbron, po e them, draftin e shumicës, e paraqitur nga shumica. Ndërsa ne në cilësinë e gazetarit, natyrisht kemi një pozicion më komod. Pse them më komod? Ka një dakordësi midis palëve politike dhe më së shumti prej faktorit ndërkombëtar që në një rast konkret ka edhe një kuotë besueshmërie më të lartë në opinionin publik. Do me thënë, përfaqësuesit më kredibël të diplomacisë preventive të huaj në Tiranë janë shprehur në mënyrë të përsëritur që sistemi ynë i drejtësisë është në një gjendje skandaloze. Kancelaria Merkel ka përdor një nga termat më adekuat për ta karakterizuar këtë gjë. E konsideron nuk ka stabilitet juridik Shqipëria. Ky është një shtet që nuk ka stabilitet juridik. Ky është një pohim që në cilësinë e njeriut që e njeh vlerën dhe semantikën e fjalës, tronditet nga unë personalisht tronditem nga ky pohim. Atëre, ne jemi në një moment që aktorët dhe palët dhe gjithë elementet shtetformues në këtë vend e pranojnë që ky sistem drejtësie në këtë gjendje nuk është sistem, sepse gjeneron vetëm padrejtësi. Konflikt dhe padrejtësi, po më së pari padrejtësi, pastaj sill konflikt. Atëre, ju bini dakord që në këtë mënyrë nuk mund të vazhdohet. Unë mendoj që ju nëse do të ndërtonit një sistem referimi të ri për reformën e drejtësisë, unë do të sugjeroja nga pozicioni i gazetarit që e ka përjetuar këtë realitet të tranzicionit, ka gjatë dy gjëra. Së pari, në asnjë nga draftet, edhe në atë që propozoni ju si opozit, flas në këto që ne kemi ndryshime kushtetuese, të cilat janë sektoriale si shprehni ju. Edhe në atë që ka paraqitur shumica si projekt ligj, më i plotësuar të ekspertëve, mungon një element. Ju vërtet keni drojen dhe keni paragjykimin, unë po e quaj droj më së pari, se mund të rikthehen nostalgjikët e sistemit të drejtësisë. Që, të them të drejtën, unë këtë droje nuk e kam është çështje individuale. Nuk ka mallë nostalgjikëve. Nëse atyre ka ardhur radha sot. Jo, ta mbaroj argumentin. Ta mbaroj argumentin. E di çfarë më mungon një kategori ekspertës shqiptar, të cilët janë kredibël në mos brenda realitetit shqiptar, në realitetin global dhe atë kontinental. Ka kaq shumë përfaqësues të dalë nga shkollat e jurisprudencës dhe magjistraturave të shteteve fqinje, që më shumë se 20 vjet kontribuojnë atje. Pse ju nuk e krijoni një propozim të tillë të hynë brenda sistemit tonë të drejtësisë? Çfarë pengon? Mos vallë nuk kanë kapacitetin e mjaftueshëm profesional, mos vallë kanë një konflikt interesi, mos vallë kanë një kontekst i cili krijon një problem. Kjo është një mungesë e parësyeshme sipas perceptimit tim dhe analizës. Dhe e dyta, për ta përfunduar këtë qasje, ka të bëjë me një fakt. Të dyja palët tona politike mendojnë se si mund të nxjerrin nga një kapje sistemin e drejtësisë për të krijuar konjunkturën e një rikapjeje tjetër. Dhe ky është mentaliteti që i dason të dy palët tona politike. Publiku, qytetari më i ftohtë dhe në maturitetin e lartë thotë, por jo, po sikur këto dy palë që kanë të drejtën dhe mundësinë e realizimit të një reforme, të mendojnë sikur këto do të implementohen pas 10 vjetësh, jo pas 5 vjetësh, po pas 10 vjetësh, kur nuk do e dim dhe ne ende s'kemi si ta dim,
që do jetë kjo palë në pushtet apo pala tjetër. A mund të realizohet kjo reform? Natyrisht kjo është një abstraksion, një abstragim që unë e bëj në këtë qasje. Por më duket se rezulton më pozitive nëse janë kaq konstruktivist për të ardhmen dhe reformimin e sistemit të drejtësisë. E para njerë, opozita ka sjell qasjen e vetë për platformën e sistemit drejtësisë, strategjin, të cilën e paraqiti edhe në komisionin e reformës në drejtësi, e paraqiti edhe ekspertët ndërkombëtar, që tregon një impakt konkret të opozitës në këtë proces për të qenë konstruktive në këtë proces. E para. E dyta, që ka të bëjë me faktin që thotë zoti Shipa për merakun që kam unë nga nostalgjik, nuk kam as i merak, ne nuk kemi as i merak nga kthimi nostalgjikëve. Meraku jon, shqetësimi jon i madh, është kapja e sistemit. Nostalgjikët, gjithë ata ish gjyqtarët, ish prokurorët, mund t'ja u kam thënë dhe në sy, kur kanë ardhur në komision, si ekspert të nivelit lartë, i kam thënë që unë i mirëpres ata, që ata të vinë të ulen në kariget e deputetëve, si që janë ullur, të ulen, të jenë kandidat, të jenë deputet të Partisë Socialiste, në mënyrë, por nuk mund të jenë të pavarur. Unë i mirë kuptoj që ata kanë qenë ministra drejtësie, siç kam qenë dhe unë, kanë qenë zëvendës ministra, kanë qenë gjyqtar, kanë qenë përfaqësues avokat të Partisë Socialiste, dhe unë i mirëpres ata që të vinë, nuk kanë pikë droje dhe nuk kanë pikë problemi që ata të vinë në Komisionin e Ligjeve dhe në Parlament si përfaqësues të Partisë Socialiste si deputet, por nuk mund të më vinë si gjyqtar, apo si ekspert, apo si gjyqtar në gjykatën e lartë, sepse këtu pastaj kemi të bëjmë me kapjen, dhe ky është shqetësimi që kam unë. Dhe për të qenë tërësisht sinqert, sepse kjo reformë, me drejt tonë juve, duhet të udhëhiqet nga sinqeriteti politik, nuk duhet të udhëhiqet me filozofin. Në këtë reformë duhet patjetër të ketë sinqeritet, Ilva. Nëse këtu mungon sinqeriteti në këtë proces, atëherë kthehemi tek i njëjti proces që është hipokrizia. Dhe nëse ecim me të njëjtin proces që është hipokrizia, jemi tek i njëjti rezultat që është dështimi, dhe kjo është e padiskutueshme. Do jemi përsëri në atë rreth vicioz që thot Shipa. Ndaj dhe ky është një moment për të cilët të dyja palët janë ulur, kanë mundësi për të qenë sinqert, kanë mundësi për të qëndruar të sinqert në proces, dhe sinqeriteti jon, edhe kur kemi qenë në qeveri, lidhur me magjistratët, kanë qenë konsistent. Që në vitin 2006 kemi përcaktuar në ligj që asnjë jurist nuk mund të bëhet gjyqtar, po nuk kalovi nga shkolla e magjistraturës. Çfarë vim sot neve? Po të shohim neve këtu, në amendamentet kushtetuese të propozuar, çfarë na vjen? Na vjen që neni 136, ja kush neni 28 ndryshimeve kushtetuese. Thuhet, gjyqtar mund të jenë vetëm shtetasi shqiptar me arsim të lartë juridik. Kushtet e procedura e zgjedhjes tyre caktohen me ligj. Është hequr kushti i shkollës së magjistraturës. Dhe ky është një debat që bëhet prej 10 vjetësh në parlament. Ne kemi kërkuar të jenë 100% të gjithë ata që vinë vetëm nga shkolla e magjistraturës, ndërsa socialistët kanë kërkuar në parlament që të lihen një dritare që të vinë nga jashtë sistemit. Po erdhën nga jashtë sistemit, ata janë njerëz militantë. Sepse këtu ka të bëjmë atë që keni prandaj duhet jemi pala tjetër, se tani po bëjmë avokatin e djallit pa qenë vetë djalli. Ja po të them, ta mbaroj. Edhe për gjykatën e lartë, edhe për gjykatën e lartë, Sander. Edhe për gjykatën e lartë. Në 2012 kemi miratuar një ligj, që të cilët po them kanë patur që mbeti edhe në Partinë Demokratike, kur është miratuar për hir të vërtetës, që u vendos që asnjë jurist nuk mund të bëhet gjyqtar në gjykatën e lartë pa kaluar nga gjykata e shkallës para apelit për të mbajtur atje. Dhe çfarë vjen tani? Vjen në nenin 28 thuhet që nuk ka nevojë që ti jesh gjyqtar në shkallën e parë dhe të apelit për të shkuar në gjykatën e lartë. S'ka nevojë. Mund të vish direkt nga jashtë sistemit, mund të bëhesh gjyqtar në gjykatën e lartë. Dhe vim tek ata, cili është kushti që vendosin këtu, thonë jo më pak se 20 vjet. Tani shkolla e magjistraturës brezi i parë që ka mbaruar unë. Dhe ka mbaruar në vitin 2000. Pra, të parët që kanë mbaruar kanë minimumi 15 vjet sot ose para 2-3 ditësh. Kanë 15 vjet. Mbi 20 vjet nuk ka. Janë të gjithë jurist, gjyqtar dhe ish gjyqtar, prokuror dhe ish prokuror të kohës komunizmit. Prandaj ka nevojë që të jemi të sinqert, ne palët politike jo ju, por ne duhet të jemi të sinqert dhe të themi gjëra siç janë në mënyrë që të jemi konsistent. Dhe unë po ju them që ne jemi konsistent. E kemi thënë këtë gjë kur kemi qenë në qeveri, e kemi thënë edhe në gjitha propozimet që kemi bërë këtu. Ja kemi shtruar dhe Komisionin të Venecias, duke i thënë pyetje, i kemi bërë pyetje, i kemi thënë në rast se gjyqtarët vinë nga jashtë sistemit, pra nga jurist, të cilët do t'i emëroj parlamenti nëpërmjet mazhorancës nga partia, a e do bëson kjo pjesën e pavarësisë sistemit, apo e forcon? E forcon sigurisht kur vjen nga brenda sistemit.
Kur vin nga jashtë, sigurisht ka ndikimet shoku e ati, miku e ati, kunati e ati, dhe e kemi ne. Çfarë ka ndodhur? kemi dhe tani, Ja çfarë? Jo, ja po ju them Mirë, vetëm ja ta mbaroj, mbarova e ke ti pastaj. Dakor. Po bëj e di Ilva Kushakaradën, por po ju them, ndodhi ky proces. Ndodhi ky proces 15 vjet më parë. U spastruan dhe erdhën. Antarë gjykatës lartë bën 3 deputet Parti Socialiste. Ne s'kemi çuar asnjë, për të vërtetës. Edhe s'duhet të çojmë. Nuk duhet të çojmë. Askush nuk duhet të çojë. Nuk është kjo që themi, shiko, se mund të kemi përfitim politik nesër. Jo, nuk them sot bëhet. Sot nuk duhet lejohet. Nuk duhet lejohet. Asnjë ish deputet nuk duhet shkojë. Por çfarë thon këta? Çfarë shkruajnë? Thonë, mjafton të mos kesh qenë në funksione politike, drejtuese të partive politike 10 vitet e fundit, domethënë nga 2005. Jo, më unë them mos kesh qenë kurrë ndonjëherë në funksion politik. Ish ministër, zëvendës ministër, e bën ministrin e drejtësisë, e bën kryetar gjykatës lartë. Po mirë, mund t'ja them unë, t'jem unë nesër kryetar gjykatës lartë, kam besueshmëri që jam i pavarur. Kryetarin e komisionit ligjeve e bën kryetar gjykatës kushtetuese. Po mirë, ka besim që janë të pavarur. Ky është sistemi që kanë ngritur ata. Dhe prandaj ne me të vërtet themi nuk duhet kthehemi. Në këto konstatime dhe në këtë qasje ne jemi dakord me ju. Nuk duhet të perceptohet që tani do krijohen ca institucione të reja dhe kur themi që po i bën partia shtet, themi që prit se edhe ne të opozitës duhet të marrim ndonjë copë. Asnjëherë nuk duhet të as të mendohet kështu. Se nuk ka rëndësi sigurisht. E vetmja gjë është që qeveria të mbajë duart lart, duke i dhënë një numër të votash, atëherë unë kam të drejtën që të them që e mbyll. Unë kam drejtën që të them ti këtë nuk do ta zgjedhësh. Ministrin nuk e zgjedh dot se s'le unë. Deputeti nuk e zgjedh dot se s'le unë. Militanti nuk e zgjedh dot se s'le unë. Është drejta jonë. Do ta bëjmë debatin sa të themi nga reklamat, mos u largoni se e di që në publicitet do ketë shumë debat, po më njëherë do të rikthehemi, mos u largoni. Po flasim për reformën në drejtësi, më saktë për propozimet e opozitës në të. Qipat në preva, pasi kështë diçka për të thënë zotëri. Ajo që unë do të thoja, edhe sistem, shkolla jonë e magjistraturës, dhe sidomos ajo që quhet produkti i saj, që futet brenda sistemit të drejtësisë, nuk është se është përjashtuar nga paragjykimi dhe gjykimi problematik, qoftë për kriteret politike të rekrutimit, qoftë edhe për arsye të tjera. Kështu që këtu kemi të bëjmë me gjithë sistemin dhe pretendimi i aktorëve që do të kenë edhe atributet për këtë reformë të pretenduar, është i tillë që e përfshin edhe atë të këto defekte që ka sistemi. Asnjëherë, domethënë në këto 15 vjet që ka ndalë shkolla, edhe kur ka qenë Partia Socialiste në pushtet, dhe kur ka qenë Partia Demokratike, asnjëherë nuk ka patur anatemime për shkollën e magjistraturës. Pse? Sepse provimi që bëhet... Ka pas debate gjithmonë për drejtuesin, apo më vjen... Tani po them, ka patur... Për drejtuesit e shkollës së magjistraturës, jo debate, po ke pas edhe shere politike. Debati fundit... Edhe për pranimet, ma dje. Për pranimet nuk ka patur, për pranimet ka patur vetëm, me sa di unë pak najsin, ndoshta nga ata që nuk kanë fituar nga studentët, por ama provimi që bëhet atje, bëhet në monitorim ndërkombëtar, të paktën këtu e 20 vjet. Kur ka filluar për në 97-ën është bërë për herë të parë provimi, dhe sa u bën 18 vjet nga dita e provimit parë që është bërë dhe viti parë që ka mbaruar në vitin 2000 dhe pastaj të tjerët. Dhe nuk ka patur sepse monitorimi atje ka qenë vetëm ndërkombëtar. Pra profesorët që merren në provim kanë qenë të huaj në mënyrë të vazhdueshme. Këshilli i Evropës, OSBE-ja dhe OBDAT kanë qenë pranishëm gjithmonë në të gjithë këtë proces. E dyta lidhur me drejtuesin ka patur debat dhe vitin e kaluar. Pse? Sepse u bë një ligj i cili u vendosën disa kritera për drejtorin e shkollës së magjistraturës që plotësonin vetëm 2 vet. O Luan Omari, o Sokol Sadushi. Dhe vendos njërin. Pra, u bë një ligj i cili do reformonte shkollën e magjistraturës, kështu u bë, ju kujtohet juve 3 ligjet që u bën debat, të cilat edhe gjithë ndërkombëtar dolën kundër, i thanë Ramës prit se duhet vi misioni Euralius, që u kalua në seancën e 31 korikut vitit të kaluar, dhe u bën vetëm e vetëm për të hequr drejtorin dhe për të vënë një drejtor që ishte sigurisht i përcaktuar që janë përpara në ligj. Pra, këtu ligjet bëhen dhe këto paketa bëhen për emra. Këtu që kur i formatojnë ligjet ata thonë, ku do të shojmë ne, do të shojmë emrin këtu, do të shojmë këtu karigën këtu. Gjithçka që tha, plotësoj atë konstatim që unë bëra për, që edhe problematika që ka gjithë sistemi i drejtësisë, nuk e përjashton shkollën e magjistraturës. Këto pojime që ju bët, vërtetojnë këtë që pretendim analitik që unë kam në rastin konkret. Unë kam gjykim tjetër, sepse studentët e shkollës magjistraturës kanë treguar gjatë gjithë kësaj kohe integritet të jashtëzakonshëm profesional
dhe kanë qenë të pa atakueshëm, të paktën në këto 15 vjet, më pak të infektuar. Duke bërë një vlerësim të tillë dhe duke qenë vetë ju njanshëm e krijoni një problem pamshmërisë të tyre. Di pse, jo më po them, janë 160 deduksion logjik ju, dakord janë 160 gjyqtarë që kanë mbaruar shkollën e magjistraturës dhe mënyra e hyrjes tyre se çfarë problemi ka? Mënyra se si hyn, si bëhesh gjyqtar, kjo është e rëndësishme. Pra nëse ti vjen me një suport politik, atëherë je i varur, je i kapur. Nëse ti vjen nga jashtë sistemit, se ke 3 shok deputet, ke kryeministrin mik, atëherë je i varur. Don ky është e para. E dyta ka të bëjë me cilësitë e kandidatit dhe e treta ka të bëjë me kontrollin. Dhe në të gjithë të procesat, studentët e magjistraturës janë më pak të infektuarit, për të mos thënë zero, në momentin për të bërë gjyqtar. Pastaj karriera sigurisht ka aty drush trembër si në çdo. Se u ndalëm gjatë. Edhe kemi shumë çështje të reformës. Do të bëj një pyetje për procedurë. Domethënë, zoti Alimi, kush janë ata cilët kanë përgatitur këto nene dhe a ka një shpjegim pse është zgjedhur, le të themi, po marrim të komisionin e vlerësimit kjo formë dhe ku janë mbështetur në çfarë eksperiencë perëndim, o të paktën ju si opozitë jeni njoftuar apo thjesht është vënë ky material përpara dhe ju është kërkuar të jepni shpjegime, nuk e di ose komentet tuaja, ose shpjegime. Ka një problem të madh alogjik ndërmjet gjetjeve që janë bërë ka analiza, që juve i thatë në fillim të emisionit, me produktin që erdhi ke pjesa e amendamentave kushtetuese. Pra duket që të tjerë janë ata që janë marrë me pjesën e diagnostikimit cilat janë problemet, pra nëse problemet në korrupsion drejtësi janë se gjyqtarët nuk e njohin ligjin, atëherë dakord do vëmë ke provimi, por nuk ka gjatë diagnostikimit ka dalë që problemet kanë të bëjnë me korrupsionin, kanë të bëjnë me moskontrollin, kanë të bëjnë me mungesën e pavarësisë gjyqësore. Pra gjitha në këtë ka qenë analiza, ka qenë një dokument i cili ka patur deri diku disa gjetje, përgjithsisht që kapnin vetëm nga viti 2000, nga 2005 e tutje, se para vitit 2000 nuk thonë asnjë gjë. Se çfarë do thoni se e kishin të kapur deri në ngryk. Dhe janë marrë vetëm ata ekspert. Ndërsa ardhja e amendamenteve kushtetuese erdhi në mënyrë tërësisht, them, të papritur dhe të dhunshme në komision. Dhe argumenti që jep qeveria se nuk i kemi bërë ne, po i kanë bërë ekspertë ndërkombëtar është fals. Pse? Kush janë ekspertët që i kanë përgatitur? Këta janë ekspertë, po të hapni ju faqen e reformës në drejtësi, gjë e parë që ju del, ju sa e hapni faqen, ju del një slogan, ju del kjo faqe. Thot, reforma në drejtësi, në mos sot, kur, në mos ne, kush. Tani, këtë thënje, delirante, tërësisht, nuk mund të thot as një ekspert gjerman dhe amerikan. Kjo është një thënje, e kini po të hapni. Nuk është shumë substanciale kjo për reformë. Kështu hapet, po të hapni, thot, në mos sot, kanë gjetur një në mos sot, kur do bëhet kjo reforma, por në mos e bëfshim ne, kush do ta bëj, thon. Dhe këtë e thon sigurisht, nuk e thon ekspertët, e thon militantët politik, ata që janë aty që janë. Më fal, nëse e mendojnë në numrin shumës, nuk ju kanë përjashtuar ju. Atëherë, kush janë, po themi që të themi. Këta tani janë 20 ekspertët. Shif, 24 ekspertë, po të hapnin faqe. Atyre janë 24 ekspertë. Jo, ka vetëm një problem që nuk i kam këtu dhe nuk kam përgjigjet e tyre, po ju do thoni pjesën tuaj. Janë 24 ekspertë. Janë emra publik, no? Janë emra publik, 24 ekspertë, cilët i hapin. Nga këta 24 ekspertë janë 16 janë shqiptar dhe 8 janë të huaj. 16 shqiptarët kryesohen nga Luan Omari. Tani nëse më thoni që Luan Omari është nipi i Enver Hoxhës. Luan Omari, nipi i Enver Hoxhës, cili ka artuar dhe kushtetut në vitin 76. Është nipi i Enver Hoxhës që i ka përshkatuar baban. Po tjetër, e din. Pse këta në logjika që me ta dhe të gjithë këta, 18. Luan Omari, konstitucionalisti më i mirë në vend? Konstitucionalisti, gjiko profesionistin tani që njeriu që ka çuar Shqipërinë në gjotin. Merresh me biografinë, nuk është etike në fakt. Tani ka bërë kushtetutën e 76-s. Po kuptoni ta kushtetutën e 76-s apo? Zoti Alimi, si dokument. Kushtetutën e 76-s, po them me ka. Aty ka edhe profesor nderuar, po zoti Alimi, unë them që dokumenti analitik ai është njëri i investuar në atë fushë si askush tjetër dhe nuk ka dokumentat më të mirë. Flasim, a janë këta ekspertë që janë marrë me këtë, sepse ju sapo thatë që mund të jenë ekspertë të tjerë. Unë po ju them që këta ekspertë këtu ka disa gjetje në këtë amendament kushtetuese, ka disa gjetje të cilat janë implementuar, janë injektuar nga ekspertë ndërkombëtar. Çështja që ka të bëjë me ndërtimin e strukturës posaçme antikorrupsion, e cila është një strukturë e re, e cila ngrihet për të luftuar korrupsionin në nivelet e zyrtarëve të lartë. Dhe ky është një injektim që është bërë nga ekspertët ndërkombëtar së bashku me byron e hetimit ndërkombëtar, të cilat qeveria donte ta kishte nën ministri. Mbas ankimimit ne i bëm gjykatë kushtetuese, tani ka vendosur që jetë nën prokurori.
Kjo pra ka absolutisht që është pozitive, por për aq kohë, është aq kohë sa këta prokurorët që do të emërohen për të qenë për të jetuar zyrtarët e lartë, s'duhet të emërohen nga partia. Nëse këta emërohen nga partia, siç është thënë këtu, se këtu emërohen përsëri nga partia. Por në atë dokument nuk thuhet në një moment që emërohet nga partia. Nëse për mua, nëse thoni që emërohen me 84 vota, po emëruar me 84 vota, për mua janë të emëruar nga partia. Nëse nuk emërohen, nuk ka filtra të cilat janë, kush janë filtra tash? Janë presidenti dhe opozita. Nëse ti eliminon këto filtra, atëherë ata emërohen nga partia. Ne këtu krijojmë partinë shtet. Edi Rama dhe Ilir Meta emërojnë 8 prokurorë të SPAK-ut, të cilët do të hetojnë korrupsionin e zyrtarëve të lartë. Mendojnë tani ju? Dhe këta do kenë dhe byron e hetimit. Tani, injektimi i strukturës është bërë mirë dhe është bërë nga ndërkombëtarët. Ndërsa unë e kam të pamundur që të mos shoh në të gjithë dokumentin e amendamenteve gishtat, shenjat e gishtrimeve të gjithë 18 ekspertëve shqiptar. Të 18 ekspertëve shqiptar, të 18 nga i parë deri tek i fundit, janë ekspert, janë juristë të cilët kanë mbaruar para 20 viteve. Asnjëri nuk është që ka mbaruar pas viteve 90, asnjëri vetëm. Pra të gjithë janë ata të cilët janë të lidhur me ish partinë e punës. Ja u shpjegova që më parë dhe ky është qëndrimim. Ata mund të jenë të 18 siç janë këtu, edhe Luan Omarin mund të jetë njëri me integritet, ta sjellin 60 libra absolutisht, ta marrin, ta sjellin deputet të Partisë Socialiste, ta mbajnë aty. Por ekspert pavarur atë nuk ma bën dot. Kurr. Asnjë s'ma bën dot, sepse ka bërë kushtetuën e 76 sa ai, e ka varrosur këtë vend. Ka shkatuar, ka hequr drejtën e pronës. Ai e ka bërë. Bashkë me të tjerët, bashkë me të tjerët. Ndaj dhe ato ta marrin, ta sjellin. Nëse ky grupi ekspertëve në periudhat kur ju keni qenë në qeverisje, ka qenë në drejtim apo brenda sistemit të gjyqësarit, apo qoftë edhe drejtësi sepse nuk përfshi vetëm gjyqësarin, ju përsëri të njëjtin refuzim keni? Të ndajmë gjë po them. Ata që janë gjyqtarë. Flas dhe për ekspertë. Ata grupin e ekspertëve që ju përmendet. Ka ekspertë që janë dhe gjyqtarë këto, të cilët kam konsiderata veçanta për ata që janë gjyqtarë. Por thashë kam të pamundur që unë të mos shoh të gjithë shenjat e gishtrimeve, të gjithë ekspertëve militant, politik, të verbër, të cilët nuk kanë bërë gjë tjetër, veç se i kanë bërë një shërbim partisë, duke vendosur një skem për ta marrë në kontroll sistemin e drejtësisë. Dhe ky është vetëm një shërbim politik. Unë të bëj një shërbim politik duke të bërë ca amendamente, ti ma shpërblen mua nëpërmjet bankës së favoreve, unë të bëj një favor tani në bankën e favoreve, ti më bën një shërbim tjetër mua politik, duke më emëruar mua, duke më emëruar në gjykatë lartë. Dhe si e bën këtë? Favore mund të kërkoj profesor Omarin. Ja ta them unë, po lena Omarin, po them Omarin, po them si shembull, po ke gjithë tjerët. Por ama, ke gjithë të tjerët, ke gjithë të tjerët ja ta mbaroj. Ke gjithë të tjerët të cilët futin pikërisht atë kriterin që thon të jesh gjyqtar në gjykatën e lartë duhet të kesh mbi 20 vjet jurist. Pse? Sepse i plotsojnë vetëm këta këtu. Dhe të mos jesh gjyqtar, sepse pjesa më e madhe këtyre nuk janë gjyqtarë. Te tham këtë çështje, këtë pretendim ka majoranca aktuale me gjithë sistemin e gjykatave të larta. Po se ka ndodhur sa më them që ka ndodhur, më vendet e rajonit dhe më shumti gjykatat e larta në perëndim. Nuk ka njerëz të cilët janë nën moshën e maturisë në gjykatat e larta në vendet. As në perëndim dhe ne dim janë të thinjur bilet të thinjur plotësisht. Për shkak të profesionit. Po ky është një kriter. Jo, dakord, edhe me këtë çështje jam dakord, po them. Ekziston kjo dhe është një kriter pjesa e maturisë, sepse gjyqtari duhet të jetë i matur, mos në shkallët e larta të sistemit drejtësisë, në mënyrë të padiskutueshme, po them. Por ama eksperiencat e vendeve të Bashkimit Evropian apo dhe më gjërë, ne duhet i marrim dhe të përthyejmë në realitetin shqiptar. Nëse ti i merr, po them, gjithë juristët, ish prokurorët e kohës komunizmit dhe do të mi bësh tani mua prokuror prapë në karrierë, për mua është e papranueshme. Jo, mund të bëj një ndërhyrje të lutem. Në draftin që ka edhe opozita, edhe kur flitet për pastërtinë e figurës që do të personave, janë ato kriteret që ne gjithmonë po i diskutojmë sot për çështjen e marrëdhënies që kanë pas me të shkuarën e tjerë. Dhe këto filtra do të funksionojnë edhe në rastin e pranimit të mundshëm ose jo të këtij. Po nuk funksionojnë nëse kemi 84 vota. Po nëse kemi 84 vota ti s'pyet. Po ja, sepse për pastërtinë e figurës dhe për komplikacionet që mund të ketë pasur në shkuarën e vet, nuk do të gjykoj parlamenti, do të gjykojnë ato institucionet që ju do i ngrinin në mënyrë kushtetuese. Ndoshta shkova larg. Po ja po shkoj vetëm një vit para. A u bë vjet ligji për shkarkimin antar për reformën e Këshillit të Lartë të Drejtësisë? A u bë debati që bën vjet neve? Çfarë ndodhi?
ndodhi se ndryshoi Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe u luftua korrupsioni. Jo, ndodhi vetëm ligji për lustracionin. Ju normalisht vetëm për këtë argument, po them vetëm këtë. Çfarë ndodhi? U shkarkuan 3 anëtar, nuk dua të hyj ata e kanë çështjen në gjykat, nuk dua të hyj. U emëruan 3 tjerë. Kush u emëruan 3 tjerë? Me këto 84 vota. U emërua ish zëvendësministri i Drejtësisë. Ai është djalë shumë i mirë për veten e vet, avokat shumë i zoti, mund të jetë fare mirë deputet. Po ai është ish zëvendësministri i Drejtësisë. Po ja, pra që 84 votat nuk ta zgjidhen. Pra, prandaj u bën me 84 vota, se emëruan zëvendësministrin e Drejtësisë, emëruan avokatën e Partisë Socialiste, emëruan gjyqtarin e kohës diktaturës. Pra 3 vet, liruan 3, çuan 3. Pra kjo ndodh para 6 muajsh kjo histori, Sandër. Tani, ja, pra ky është realiteti. Të them këtë pjesë dhe pastaj vazhdon nuk ndërhyj më unë. Edhe kjo maxhoranca e sotme, zoti Alimi, këtë pretendim ka, që ta çliroj drejtësinë nga ato që keni kapur ju. Gjykatat, prokuror, ta çliroj prekapjes nga ju e para dhe dyta deri në 2013. Si emëroheshin këta gjyqtar? Nuk emëroheshin kështu, nuk emëronte partia? Dhe e fundit, kjo partia që thonë ju që do i emëroj tani e tutje, është kjo parti që pretendon paktën dhe në argumentimin publik ka ja kemi lënë obdati dhe kemi 4 ambasadorë ku raportojmë rregullisht se çfarë ndodh për reformën. Tani të gjithë ta janë pjesë e partisë? Atëherë po ju them, po e marr nga e fundit. Po. Lidhur me pjesën e amendamentave kushtetuese, thash, kjo aty ka produkte të cilat janë injektuar nga 2 ekspertët të emisionit Euralius dhe Obdat, që kanë të bëjnë me disa momente që ju thash, lidhur me luftën ndaj korrupsionit dhe ne i përshëndesim dhe ato janë konsultuar edhe paraprakishme ne, për ish vërtetës, ndërsa për një pjesë të madhe të amendamenteve, të cilat kanë të bëjnë me emërimet, nuk janë konsultuar me ne. Nuk janë konsultuar me opozitën, po ju them. Nuk e di se çfarë mund të kenë konsultuar. Unë kam patur takime edhe më pas tani, dhe sigurisht që dhe aty është pranuar që ekspertët e qeverisë, cilët janë emëruar nga qeveria, këta 18 që ju thash më përpara, 18 ekspertët kanë gishtat e tyre të qeverisë. Po të qeverisë janë ata, nuk ma smaj do të pavarur si quajun ata janë të qeverisë. Pra, janë futur aty. Dhe sigurisht që ka një shqetësim të madh lidhur me rrezikun e madh të kapjes dhe përfitimeve politike. Përfitime politike që mund të vinë nga krijimi i institucioneve të reja. Si janë emëruar gjyqtarë dhe prokurorë, thoni ju. Deri në 2013. Deri më sot. Deri më sot se vazhdon me këtë kushtetut. Po, se vazhdon me këtë kushtetut. Vazhdon kapja. Gjyqtarët, po, me këtë kushtetut. Gjyqtarët dhe prokurorët e vendit emërohen sot nëpërmjet shkollës magistraturë dhe nëpërmjet Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i cili ka 75% përbëhet nga gjyqtar dhe 25% përbëhet nga këta antarët e tjerë që vinë nga parlamenti. Tani ndryshohet kjo. Çfarë bëhet? Nuk është më 75 me 25, por bëhet 51 me 49. Pra, se dohet në favor të qeverisë dhe jo në favor të ekzekutivit, po them, dhe jo në favor të pavarësisë sistemit. Krijohemi një këshill tjetër, këshillin e prokurorisë. Po dhe këtu përbërja nuk do të jetë përbërja nga që të jetë në raport me përbërje më të madhe nga prokuroria, po përsëri kalohet 49 me 51. Pra ky është raporti që krijohet. Hiqet filtri, që është filtri ka qenë filtri presidentit. Pra, gjithë kompetencat që ka patur presidenti i Republikës, i cili ka një lloj balance me këtë proces, hiqet ky filtr. Dhe nuk më sugjestion fare kjo pjesa e debatit që shiko se këta e bëjnë debatin për mbrojtur gjyqtarët apo prokurorët që mund t'i kenë emëruar vetë. Nuk kemi as gjyqtar dhe as prokuror të cilët mund t'i kemi emëruar apo mund t'i kemi mbrojtur. Po ju them, qëndrimi im është i prerë. Jam kundër kapjes së sistemit drejtësisë. Jam pro luftës në çdo kohë. Në çdo kohë. Ja ta mbaroj. Në çdo kohë jam pro luftës ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë, por në mënyrë të njëkohshme të ruaj pavarësinë dhe jam mbrapa çdo gjyqtari dhe prokurori të ndershëm në këtë sistem dhe nuk e pranoj dot kurrë faktin që të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët futen në giotin me një luftë jakobiniske. Nuk e pranoj kurrë këtë gjë. Prandaj duhet ndarë dhe duhet bëhet një proces i cili kjo deklarat nuk e sqaron opinionin. Ma thuaj ta sqaroj, ma thuaj si duhet. Në Shqipëri ka të them drejtën. Edhe gjyqtari më i akuzuar në mënyrë verbale, jo në mënyrë juridike, se në Shqipëri kjo është diferenca, që nuk funksionon logjika dhe prova juridike, por funksionon perceptimi dhe pohimi verbal. Edhe ai gjyqtar që në perceptimin publik është më i korruptuari, edhe ai në deklaratat apo në panelet thot që unë dënoj korrupsionin
dhe jam kundër çdo lloji korrupsioni, edhe pse mund të jetë futur te Madje miliarderët. jetë më shumë. Po, tani kjo është një logjik që nuk funksionon tek ne. Unë kam vetë, jo, dua të rikthem te një çështje, të lutem. Diskutimi është bëjmë kontroll gjyqtarëve, a do t'i ndajmë? Ja ta mbaroj. Bëj pa kontroll me gjyqtarëve, jo provim. Është një ndarje që zoti Alimi ju keni qenë ministri i drejtësisë dhe ky është një kriter që de facto cënon drejtësinë. Ky pohimi që thoni ju që janë gjyqtarë të ata që kriteri është për 20 vjet, me demek që para 20 vjetësh, tani pse pretendoni që të gjithë ata që kanë përfunduar dhe plejada është kaq e madhe atyre që kanë përfunduar para 20 vjetësh, sa janë ndarë sot në gjithë spektrin plural partijak të vendit. Dhe nuk ka arsye që të paragjykosh kaq shumë. Sepse madje një pjesë e leadershipit të sotëm të Partisë Demokratike vjen nga një investiment i shkëlqyer në fushën e jurisprudencës, gjyqësorit të drejtësisë. Ata nuk pas kanë qenë nostalgjik me që se kanë mbaruar shkollën në kohën e diktaturës. Kjo nuk është politike. Jo pra, kjo nuk funksionon si logjik. Jemi në të njëjtin, jemi në sintoni sepse ti thua që janë shpërndarë në gjithë spektrin politik. Po pra, shumë mirë. Po pra, po nuk janë nostalgjik. Po të vinë në çdo Kur janë në spektër. Partinë Demokratike që kanë një nostalgjik, kur janë tek pala tjetër që kanë nostalgjik. Të vinë në çdo parti politike, po gjyqtar, ata nuk mund të bëhen pa kaluar nga shkolla e magjistraturës. Ky është kriter që nuk funksionon. Gjyqtar ata, gjyqtarët e komunizmit, gjyqtarët e komunizmit nuk do ta marrin kurrë vot në Partisë Demokratike për të bërë karrierë në sistemin e drejtësisë. Kur gjyqtarët e komunizmit që nuk kanë qenë komunistë, prokurorët e komunizmit njësoj si ti, prokurorët e komunizmit, më fal, që kanë qenë prokurorë në kohën e Verorës, nuk do ta marrin kurrë vot në Partisë Demokratike për të bërë karrierë. Gjyqtarët e komunizmit që nuk kanë qenë komunistë e kanë të drejtën e barazvleshme si gjithë qytetarët e këtij vendi. Ata që s'kanë qenë komunistët, kuptoni. Kjo është një gjë drejtë themelore se ka kjo kushtetuta që keni aty ju. Edhe keni miratuar ju. Ka një gjë. Ka një gjë. Kjo është drejtë. Sandër është kjo. Nuk po them që ata gjyqtarë ikin nga detyra. Nuk po them këtë gjë. Kurrë, ajo është e drejtë themelore e tyre. Por nuk po them ti ikin nga detyra. Unë po them që ata s'duhet të bëjnë karrierë. Nëse ke qenë gjyqtar në kohën e komunizmit. Ç'është kjo? Po kjo bie ndesh me kushtetutën. Nuk bie fare ndesh me kushtetutën, nuk bie ndesh as me ligjin e ilustracionit, as me qëndrimin e tyre. Ma gjej mua atë ligj që e ndalon këtë të bëj karrierë. Kjo që po them unë. Propozimi që bën Partia Demokratike është gjyqtarët dhe prokurorët e komunizmit nuk mund të bëjnë karrierë sot mbas 25 vjetësh. Ky është propozim te dekriminalizimi apo këtu? Ky është propozim që ne kemi bërë në platformë, është bërë në këtë platformë këtu. Pra, të gjithë ata që do emërohen në gjykatën e lartë, në prokurori, në prokurorinë e përgjithshme, në gjithë gjykatën kushtetuese, nuk duhet të kenë patur një të kaluar në kohën e komunizmit, pa të kenë qenë gjyqtarë dhe prokurorë. Me këtë logjikë bie që gjykatë e lartë duhet të jenë 40 vjeçar, gjykatë kushtetuese duhet të jenë 40 vjeçar, mos kanë eksperiencë, duhet të jenë të gjithë të rinj. Si do të drejtojmë gjykatat në këtë vend? Në këtë logjikë. Me 30 vjeçar? Gjykata e lartë. Po kush i bie pra nëse do të ketë më pak se 20 vjet eksperiencë në punë? Po çfarë problemi ka? Po ka problem sigurisht edhe mungesa e eksperiencës. Në një vend me presion të tillë edhe të politikës mbi drejtësinë. Si mund ta zgjidh një njeri? Është fiktive kjo. Kjo nuk është fare fiktive, po. Është fiktive. Kjo është një çështje e cila është thelbësore për të patur një sistem gjyqësor të pavarur. Kjo është shpërfillës edhe dialektikën e shoqërisë. Në qoftë se po, e shpërfillën edhe dialektikën e shoqërisë në këtë gjë. Me një klasë ish gjyqtarësh dhe ish prokurorësh, të cilët kanë dhënë vendime të tmerrshme. Është historinë që ka patur Shqipëria sandër. Nuk po fare retorikë. Ky është një pretendim absurd. Sepse, më fal, ju që flisni keni qenë ministri i drejtësisë. Janë 28.000 dhe keni një karrierë politike, më fal. Kanë të vrarë të internuar. Unë jam dakord me këtë. Më të tmerrshme në rajon. Ka patur, janë vrarë gra, priftërinj, janë vrarë, janë internuar fëmijë. Në këtë pikë nuk kam asnjë lloj tundimi që të bëj refuzantin edhe aq më tepër kontestuesin. Por tani flasim në një plan tjetër. Shiko, koha e të ashtu quajturit tranzicion po bën 25 vjet, është gati sa 1/3 e kohës fizike të diktaturës, që zgjati 50 vjet, domethënë gati sa gjysma, më fal, e diktaturës. Dhe ne tani jemi në një moment të rritë si shoqëri dhe përjetoj edhe si shoqëri institucionale, ku përfshihet drejtësia. Në këtë pikë këto janë kritere që mendoj unë, janë kritere që kanë një referencë politike, por nuk përkojnë me të drejtën morale dhe të drejtën njerëzore. Ky debat nuk duhet të ekzistojë. Mirë, dakord. Sot mbas 25 vjetësh nuk mund të ekzistojë debati që një parti e cila është bie e partisë punës, që i ka shkaktuar këtij vendi tragjeditë më të mëdha njerëzore. Po dakord, më keni kaluar, duke përdorur sistemin, duke patur sistemin e drejtësisë. Keni kaluar disa herë në pushtet dhe ju keni pas mundësinë. Ju e keni ezalluar provën e kësaj reforme. Jo, kjo është thelbi i reformës. Jo, po them.
Po pra ky është thelbi i reformës. Ju keni qenë në qeverisje, Partia Demokratike ka qenë në qeverisje në mënyrë të ripërsëritur në disa mandate dhe e ka konsumuar provën për ta realizuar këtë reformë. Ky është një pretendim që presupozohet që është kryer në realitetin shqiptar. Në qoftë se ju konstatoni që sot kjo qeverisje 2 vjeçare ka futur brenda sistemit këta nostalgjikët, atëherë unë po të rriqem. Po them pra një. Po them një që ka futur. Ka futur antar të KLD-s, gjyqtarën e diktaturës. E ka futur antar të KLD-s vjet. E ka futur më tani vjet para 6 muajsh. Para 7 muajsh. Ka futur ish gjyqtarin e diktaturës me vendime të tmerrshme në kohën e diktaturës, i cili është zgjuar në parlament si ardhje e presidentit për në gjykatë kushtetuese dhe ne kemi rëzuar në parlament me këtë argument, duke i nxjerrë vendimet e diktaturës. Dhe ky nuk është debati që ne duam të pastrojmë sistemin e drejtësisë. Ne tani në opozit duam të pastrojmë sistemin e drejtësisë nga ata. Nuk është ky debati. Debati që bëjmë ne është që ti vihet fre, siç kemi vënë, ne kemi vënë fre. Ne kemi bërë, e kemi vënë fre. Ne për 10 vjet nuk lejuam asa të zotrin që ishte që të bëhesh gjyqtar në gjykatën e lartë. Edhe një tjetër në gjykatë kushtetuese. Ne themi fre, nuk i vihet, i kemi dhënë fre atyre që të vinë sot dhe të futen në sistemin e drejtësisë. Dhe ky është debati, ky është debat, po themi, i cili nuk duhet të ekzistojë. Thelbi i reformës për ata është ky, pra për Partinë Socialiste, ky është thelbi i reformës, që të futin në sistem ata të cilët i kanë shërbyer, sepse në atë kohë ashtu ka qenë sistemi, është mbajtur në kontroll, në të njëjtën mënyrë, me të njëjtën skem, synohet që sistemi të mbahet në kontroll. Dhe ne, si opozit, këtë detyrë kemi, sublime. Si opozit, e kemi detyrë sublime të ndalim kapin. Kur kemi qenë në pushtet, në maj të 2013, për 10 vjet nuk lejuam asnjë ish gjyqtar dhe ish prokuror të kohës komunizmit të bënte karrierë në kohën kur ne kemi qenë 10 vjet. Aty kemi patur mundësi. Ku na është dhënë mundësia? Në parlament, që kemi patur votat. Aty na është dhënë mundësia. Nuk e LD, s'na është dhënë. Mua po më vinë emra, po nuk i bëj dot publike. Nuk i them dot publike sepse nuk i kam këtu. Po më vinë se emra që i keni emëruar dhe kanë pas probleme me dosjen. Në maj të 2013-s, më thon. Keni emëruar dikë. Vazhdo, Fabian. Ne atë që kemi bërë tash e kemi ndaluar. Kjo ka qenë detyra jonë. Kemi bërë të ndalojmë pikërisht ish gjyqtarët e diktaturës që të bënin karrierë. Për krime diktature madje bëhet fjalë. Unë i bashkohem, le themi, pohimit që edhe PD kur ka qenë pushtet nuk ka bërë sa duhet për reformimin gjyqësor. Ti pranojmë faktet. Nuk kemi gjyqtarë të dënuar për korrupsion dhe vlerësimet janë bërë për gjyqtarë 2005-2006. Pra, bia që forca politike e cila sot është në opozit ka pasur një përpjekje relativisht serioze për ta reformuar gjyqësorin. Megjithatë, prap kjo nuk është një argument për t'i hequr opozitës të drejtën të shprehë kontestimet e veta. Ajo që doja të vazhdoja diskutimin dhe unë ndaj këtë shqetësim se kjo është një shqetësim që ndahet sot literaturën që lidhet me studimin e shoqërive postkomuniste. Kush është një nga problemet që kanë? Teknika e afateve të vendosura të larta 20 vjet, sepse këta afat duhet e kishte vendosur magjistratëve. Sot magjistratët dalin nga shkolla në moshën 22-23 vjeç. Rritet bazën e atij që del gjyqtar moshën 35 vjeç dhe do dalë ajo pjekuria që kërkon. Se sot ke të dalin më lart. 23 nuk dalin. Po dil kanë 25. E dalin 27, se 25 i bie që mbaroi. Po pse i bie 23 vjet është magjistratura, ke 24-25 del. Pra 25 vjeçari i cili gjykon çështje, le të themi, tregtare me miliona euro. Tani, unë jam shumë dakord sepse ky është një nga mekanizmat që është përdorur. Çështja e afateve 20 vjet, 15 vjet. Ku janë bazuar për kriterin që 15 vjet të duhet ty për të qenë një gjyqtar i aftë për të gjykuar në gjykatën e lartë. Apo 20 vjet të qenë një jurist në sistem. Qofse ne pranojmë që sistemi gjyqësor është i korruptuar, një person 15 vjet në sistem gjyqësor të korruptuar, që nga shumë i korruptuar. Pra nëse ne kërkojmë realisht që ta ndryshojmë sistemin, ne duhet të gjejmë disa mekanizma të tjerë për të sjellë dhe amtu me çipën brenda sistemit njerëz të edukuar, të cilët kanë qenë base jashtë sistemit të përfshirë, por që e njohin mirë të drejtën. A ka mjaftueshëm njerëz jashtë sistemit që mund të plotësonin nevojat? Mund gjeshin mekanizma qoftë, nuk është dhe këtë i bëra pyetje domethënë. A ju janë dhënë ju sqarime se në çfarë baze dhe çfarë analizash është ndërtuar gjithë ky ndryshim? Ku janë bazuar? Pse sistemi provimit ka qenë i suksesshëm në Bosnjë për shkak? Pse sistemi këtu ne nuk ka funksionuar? Bosnja është modeli mirë për të marrë në këtë rast?
Po, shumë mirë. Ata bën një ndërhyrje deri 30-40% dhe aja arritën. Duhet kuptoj, opozita në këtë pikë ka një, se bën lojë, se gjithmonë vën në dyshim edhe memorien e publikut. Përmendi rastin e fundit në KLD. Jo, po ta them sepse është pjesë komplementare e qasjes. Edhe mos duket sikur ne s'kemi memorie. Ju thoni që kjo shumicë çoi në KLD një ish gjyqtar të komunizmit, i cili në periudhën e parë, ju e dini fort mirë, të tranzicionit, po nga Partia Demokratike ka qenë në gjykatën e lartë. Ku ka qenë nga Partia Demokratike? Po. Dakord, mirë, ta them, dakord. Atëherë këto janë absurditete që i ka prodhuar kjo klasë politike tek ne. Nuk është se po ndryshon, domethënë, qasja është pak me dy standarde, nuk është. Por unë kam 20 vjet në sistemin e drejtësisë që kam mbaruar, dhe që jam avokatë, gjyqtar e pastaj me radhë politik për 10 vjetësh, dhe i njoh gjithë personazhet me emra, me mbiemra. Lidhur me a kemi bërë mjaftueshëm, nuk është bërë mjaftueshëm, kjo është vërtet, ka patur probleme. Dhe që të bëhet një reformë në drejtësi, në mënyrë të padiskutueshme duhen ndryshime kushtetuese. Absolutisht duhen ndryshime kushtetuese. Por ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen me transparencë, duhet të bëhen me konsensus dhe duhet të bëhen me gjithëpërfshirje. Kjo është e domosdoshme, janë standarde minimale në të cilat duhet udhëhiqet procesi i reformës. Ne nuk i kishim mundësitë gjatë 8 viteve që të bënim ndryshime kushtetuese, bila as edhe që të ndryshonim ligjet që kishin të bënin me drejtësinë. Për arsyeën e vetme, sepse për 8 vjet rresht, opozita e djeshme refuzoi që të ishte konstruktive. Nëse ne themi se kemi produkt dhe impakt konkret, sjellim produkt impakt konkret, kemi sjell 300 rekomandime ne se si mund të bëhet reforma në drejtësi, dhe me drejt do thoni, po mirë, mo ishit 8 vjet pushtet, si nuk i dinit juve këto 300 rekomandime që i sollët sot, po nuk i bënim dot. Po ju them, edhe në kohën që kemi patur nisma, se misioni Euralius ka qenë dhe atëherë, por nuk arrinin dot, për arsyeën e vetme, ju thash, sepse dhe 3 ligjet që kërkonte Bashkimi Evropian kaluan vetëm natën e majit kur mbasi u bë Alanca 1 prillit, se ndryshe nuk bëheshin. Ju i mbani mend, kjo është memoria historike që ndodhin. Dhe nëse themi për moshën, ka drejt edhe Ilva, ka drejt edhe Fabiani në këtë histori. Pse? Sepse ne kemi propozuar këtu që mosha për të hyrë në shkollën e magjistraturës duhet jetë 30 vjet. Duke qenë mosha 30 vjeç, kemi propozuar këtu, atëherë mbaron 33 vjet shkollën dhe mbas 15 vjetësh që mund të mbarosh shkollën, i thuat ti je 48 vjeç, fare mirë mund të jesh, pra dhe antar i gjykatës së lartë apo antar i gjykatës kushtetuese, por pa kaluar në korridorët e parlamentit. Po kalove në korridorët e parlamentit, u infektova. Dhe po është e vërtet, ka patur aty edhe në kohën tonë, ata edhe këta që kanë qenë gjyqtar në vitet, po them 92-93, por në atë kohë ju do ta dini. 92 dhe 93 apo 94 në Shqipëri. Po mirë, pa deri në vitin 96, 97, po them edhe absolutisht ka patur, sepse akoma nuk kishte një proces i cili të funksiononte për hapjen dhe marrjen e informimit dosjeve. Nuk ka patur. Edhe ne, po them edhe në rastin që thoni juve, ne e morëm informacionin në ditën kur ai erdhi për antar të gjykatës kushtetuese nga ish presidenti. Kur e solli atje, atëherë morën dhe pam që ky kishte një nga ish gjyqtarët, cili kishte vendime të mërshme. Deri para pak kohësh, edhe unë kisha një vlerësim për të, dhe profesionalisht mund të kem, ai fare mirë thash, mundet që të jetë deputet i Partisë Socialiste, siç janë bërë ca deputet Partisë Socialiste. Por kjo unë e kam të pamundur, Sandra e kam të pamundur ta pranoj që ai të jetë antar i KLD-s apo nesër të jetë antar i gjykatës së lartë. Kam të pamundur të bëj karrierë. Në fakt përgjigje për këtë do ta jepte po të ishte dakord, është çështje po them personale tjetër, po në rastin konkret, shiko, perceptimi që për të qenë sinqert, jo, e di pse se thej që shiko se po luajn. Mirë, jo po luajn normal. Shiko, gjithë ky pretendim që ju keni nuk është një pretendim, është një pretendim politik. Jo, ma nuk po them që të vim çik këtu te qasja tani se kushtetuta ndryshohet duke dominuar kriteri juridik mbi kriterin politik. Deri tani ju i jemni precedencë kriterit politik dhe jo kriterit juridik. Aq sa të themi drejtën e kaluat në plan të parë edhe profesionalizmin. Në fakt në shoqëri politik do bëj. Po të mos rrisni pasaj si ekspert. Në shoqëri fqinje, në shoqëri po pra. Ky është problemi. Ky është problemi pra. Po të flasi ekspert, do flasi ekspert. Ky është problemi. Dhe e dyta ne po flasim për një moment. Se unë për shembull nuk jam edhe me konstatimin e kolegut e Fabianit, kur thot janë bërë gabime. Ore nuk janë bërë gabime. Këtu kemi problem që nuk funksionon një sistem. Ka dështuar një sistem. Flasë gjithmonë për drejtësinë, të kuptohemi. Dhe kur ka, nuk bëhet fjalë më për gabime, këtu bëhet fjalë për një gjë
që është sfidë edhe nuk ka më diskutim që reforma është e imponuar, jo më dëshirë e dy palëve politike, po është e imponuar nga realiteti. Së është alibi që pikërisht për në momente krizash, aty është rreziku që pushteti në vend të çbllokojë sistemin, e bllokon më keq. Pra ky është problemi. Në qoftë se ne do përdorim, sepse materiali analitik që për hir të vërtetës nga materialet më të mira që kemi ne sot dhe sepse garantoj procesi dhe kjo është pyetja që unë bëj, se mendoj që paktën ne tani jemi ekspertë dy me kolegun, procesi është ai që jep garancinë. Çështjet juridike varen nga procesi. Jam dakord. Të gjitha amendamentet ne kemi marrë shumë shpejt, pa ditur për këtë morëm një vit, ishte shumë transparent, u konsultua, u vajtë për gjykata, u vajtë deri te studentët e Zdrejtës, u paraqit aty, u shoqërua me ambasador, gjë shumë pozitive. Vazhdojnë ta ndjekin ambasador. Në këtë moment na vjen ka 2 muaj. Ka 2 muaj. Pjesa kryesore, kjo është kryesore. 3 muaj. Do nga 20 koriku. Jo, jam dakord. Gush, shtator, tetor, 4 muaj që nuk është bërë. Ky është problemi sepse institucionet tona nuk kanë kapacitetin për ta marrë përsipër këtë institucion. Jo, po është bërë shumë keq pra. Nëse do të themi nëse do të pyesni mua si e mendon, unë do thosha një gjë të tillë, që a ka konsensus brenda institucioneve për reformën, sepse këtu po mohohet komplet edhe përvoja institucionale e vendit tonë. Ky është problemi. Do të thënë, ajo që thot një tryezë të përbashkët të opozitës, unë jam dakord se në Shqipëri tryezat nuk funksionojnë. Janë thjesht akte të hilaritetit dhe të diskutimit. Diskutimet publike janë pjesë e kaosit dhe e anarkisë të debatit në Shqipëri. Po të paktën të përvojë kemi. Ndërsa unë mendoj, në qoftë se do të nisej, do përfshiheshin në këtë reformë institucionet vetë, sepse të themi drejtën, shpesh handikapin e hasin institucionet në procedim, vakumet janë ato. Ne këto gjëra i te i kalojmë, institucionet dhe përvojnë vetë institucionet, ne te i kalojmë në debatet tilla. Çështjet për kushtetutën duhet diskutonin, përfshinin magjistraturën, shkollën në debat flas, pastaj është tjetër pjesa, gjë që palët politike këtë gjë nuk e përfshin asnjë nga draftet. Jo, më falë, kontribut para për dokumenti analitike në marrë mendimet edhe Kur rikthehemi do vazhdojmë debati për kompetencat e presidentit, për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm dhe Këshillin e prokurorëve. Pas pak. Jemi rikthyer, po flasim për reformën në drejtësi, na ka kaluar pjesa më e madhe e emisionit, do flasim pak për kompetencat e presidentit, zoti Halimi. Ju nuk jeni dakord që të mos preket mënyra e zgjedhjes presidentit, pra me shumicë thjesht 50+1, por nuk jeni dakord me heqjen e kompetencave që sipas jush ka bërë drafti i ekspertëve majorancës. Ka një heqje totale të kompetencave të presidentit, lidhur me emërimin e gjyqtarëve, lidhur me pranimin e tij në Këshillin e Lartë të Drejtësisë, lidhur me prokurorin. Pra, hiqet filtri në sakt presidencial, si hiqet edhe filtri i opozitës në parlament. Ajo që unë ju thash fillim është krijimi i 8 institucioneve të reja, kushtetuese, dhe që është normale, logjike, tundimi që çdo mazhorancë të përpiqet të përftoj politikisht nga krijimi i institucioneve të reja. Ndodh edhe në vende, sidomos në vende me demokraci pak të zhvilluar, siç është edhe vendi ynë. Ndaj detyra jonë është pikërisht kjo që të denoncojmë dhe të ndalojmë kapin politike apo përfitimin politik që do vinë nga mazhoranca. A nuk është i kapur një president i zgjedhur me 71 vota? Unë kam këtu një skem. Presidenti i Republikës nuk jep vendime për qytetarët e vendit, nuk është pjesë e gjyqësorit. Është një institucion i cili ka pikërisht pasqyron unitetin, po dhe balancën ndërmjet parlamentit dhe qeverisë. Ky është, prandaj se më ktheve përsëri ke presidenti. Prandaj dhe kur është bërë kushtetuta në vitin 1998, pra kemi krijuar një republikë parlamentare, mandati i presidentit nuk përputhet me mandatin qeverisës. Prandaj përthyhet, pra në mënyrë që të ketë një rol brendse. Po, është tjetër formulë në 98-ën. Nuk është formula e 2008-s. Një formulë e cila sigurisht kërkon, edhe kjo formula që është tani kërkon konsensus, edhe presidenti aktual, edhe presidenti që u zgjodh, u kërkua konsensus, pra ka 84 vota, u kërkua konsensus për disa figura në atë kohë, për Xhezair Zaganjorin, dhe aty dokumenti analitik i bërë nga ekspert shqiptar mashtron, pra është një mashtrim i vërtet, ku thuhet që presidenti aktual nuk kalojnë procesin e konsultimit, jo kalojnë procesin e konsultimit, u propozua zoti Xhezair Zaganjori, në atë kohë ishte një, dhe është një nga figurat më të spikatura në fushën e drejtësisë dhe një simbol i pavarësisë, ndoshta nuk ka ardhur nga krahët politik, dhe
u refuzua nga Partia Socialiste, propozua një tjetër, zoti Hoxha, edhe ai u refuzua dhe pastaj sigurisht kaloi në. Pra ky është e vërteta. Tani kthehemi ke pjesa. Kjo këtu është skema, kanë bërë skemën se si funksionon kushtetuta me krimin e institucioneve të reja. Çfarë kemi? Kemi krimin e një këshillit të lartë drejtësisë që zhndrohet nga këshilli i lartë i drejtësisë në këshill të gjyqësorit dhe një këshill të prokurorisë, i cili do të inspektohet nga Inspektoriati i lartë i drejtësisë. Ky Inspektoriat i lartë i drejtësisë do të përbëhet të gjithë të emëruar nga partia, pra me 84 vota. Kur them 84 vota është partia. Dhe të gjithë këta do të kontrollohen nga Ministri i Drejtësisë. Pra Ministri i Drejtësisë kontrollon Inspektoriatin e lartë të drejtësisë, Inspektoriati do të kontrollojë Këshillin e lartë të gjyqësorit, Këshilli i lartë të gjyqësorit do të kontrollojë gjykatën e lartë, gjykatën e shkallës 2 dhe gjykatën e shkallës parë. Ky është skema që propozohet të bëhet tani. E njëjta gjë edhe për prokurorinë. Ministri i Drejtësisë do kontrollojë Inspektoriatin e lartë të drejtësisë, i cili thash përbëhet nga inspektor të emëruar me eksperiencë mbi 20 vjet gjithmonë, se kemi me rak atë, gjithë këta do jenë. Po që kur thoni partia e kuptoj për çfarë? Partia po, jam rregull tani me leksikun. Pra, këta inspektor do të kalojnë, do të kenë kontroll mbi Këshillin e lartë të prokurorisë. Këta do të emërojnë edhe prokurorin e përgjithshëm. Do të propozojnë, jo. Prokurorin do i shkojë parlamenti, do shkojnë 3 emra. Po, këta do propozojnë, po nuk do zgjedh ndryshe, vetëm nga këta do zgjedh. Tani nuk e dim atë. Tani prapë jemi te fusha e paraqesimit. Kryetari i Këshillit të lartë të drejtësisë do të jetë njëri nga ata që emërohet nga parlamenti dhe jo nga gjyqësori, kryetari i prokurorisë do jetë njëri nga ata që sill parlamenti dhe jo nga gjyqësori, dhe këta do kontrollojnë prokurorin. Këta do emërojnë edhe Spaku do ketë edhe byron e hetimit. Pra e gjitha kjo është një skemë. Të gjitha po ta shihni, janë 8 institucione, Okta Podus, thon grekët, Okta Podus, ti e di greqisht në Sander, të kthehesh Telenika. Të gjithë këta, Okta Podus, do të kenë nën kontroll sistemin e drejtësisë. Pra krijohen 8 institucione dhe shmanget të pavarura sipas mazhorancës, por që emërohen të 8-ta emërohen nga partia. Dhe desa emërohen nga partia, nuk mund të jenë kurrë të pavarura, sepse ti shmang 2 filtra. Kush në gjithë të skemën e këtyre që ndërtojnë, këtu mungojnë 2 filtra. Presidenti këtu nuk është asgjikundi, nuk ka si kompetencë për gjithë të skemën që krijohet këtu. Dhe opozita nuk është asgjikundi. Opozita nuk është këtu për të marrë ndonjë cop nga këto të 8-ta, që të bëjë një pazar të thotë, me që janë 8, më jep 2 mua mbaj 6 për vete. Opozita është që ty si qeveri të mos lejoj që të kapësh të 8, sepse institucionet e pavarura janë aty pikërisht për të mos lejuar qeveritarët që të mos bëjnë korrupsion, se qeveritarët bëjnë korrupsion, nuk bën dot opozita. Qeveritarët bëjnë pastrim parash, se si bën dot opozita. Qeveritarët bëjnë tendera dhe prandaj këta institucione pavarura duhet të jenë atje. Pikërisht që të luftojnë, që të mbajnë qeverinë larg korrupsionit, ndërkohë qeveria e merr gjithë në sqetull dhe krijojnë partinë shtet. E para një. Interpretimi që bën zoti Alimi është një interpretim që nuk merr në konsiderat. Me nenë, jo, më thuaj një që s'është vërtet e ka me nenë. Interpretimi të nenës aty. Juridikisht. Nuk ja ka vendos zoti Alimin të thuaj një që nuk është vërtet edhe. Unë jam kaq realist para audiencës që të them që unë nuk kam kapacitet juridik të madhe me juve për interpretime juridike. Thuaj që ku e bazohet tregoj nenës. Jo, unë do them këtë gjë që është. E para një, nuk jam dakord me qasjen afatshkurtër që i bëni çështjes. Se gjithë interpretimi juaj bëhet në kontekst të këtij parlamenti që është sot. Dhe kjo do të thotë që ju nuk e merrni në konsiderat kohezionin e nesërm juridik dhe parlamentar që do ketë Shqipëria. Kushdo që ti jetë Sander. Unë nuk ju ndërpreva, të lutem. Po jo pra, gjithë interpretimi që ju po e bëni duke patur parasysh që ky parlament është kaq me 84 vota, po. Po pra, prandaj. Por unë them që vërtet kjo shumicë është kaq në këtë parlament. Po kjo është një shumicë me diversitete si asnjëherë tjetër, sepse për llogaritë veta punon Ilir Meta dhe për llogaritë veta punon Edi Rama. Dhe kjo dihet pavarësisht se i mban ortakëria e Po e gjen gjunat, aja për shezën e gjetën gjunë, Jo, kur bëhet fjalë. E gjetën, po ti jeni puna për pazar, për gjëra e gjen, edhe për këtë, e gjen gjunë. E dyta, është e vërtet që këtu lihet presidenti i Republikës. Dhe por nuk jam dakord sepse presidenti i Republikës përsëri do dali me 71 vota në dhe nuk shpreh më atë vullnetin
e gjithë popullit, po shpreh së pari vullnetin e atyre që e mandatojnë dhe pastaj le të shpresojmë se shpreh dhe vullnetin e popullit. Kështu që kjo është një kontestim që lë për dëshiruar. Më fal, të lutem, unë nuk kam parasysh presidentin aktual. Unë po të them, historia presidenciale në Shqipëri është e tillë që ju në asnjë variant nuk e keni gjetur kararin se si duhet jetë presidenti i Republikës. Kur them ju, nënkuptoj të dyja palët politike, nuk kam parasysh vetëm ju, si përfaqësues i opozitës aktuale. Por them edhe kur ju keni qenë në pushtet. Dhe e treta që është mendoj substanciale për këtë çështje është që mënyra e krijimit, ky është gjithmonë një gjykim im, dhe ndoshta mund të jem subjektiv në kuptimin se unë nuk e kam atë kapacitet për të gjykuar një projekt që ndryshon krejt sistemin dhe piramidën e gjyqësorit në Shqipëri. Mënyra e krijimit së pari të një këshilli të lartë të gjyqësorit, i cili do të kontrollohet nga inspektoriati, sipas skemës që është paraqitur, ose projekt skem, se përderisa kjo nuk ka kaluar në parlament, është ende një projekt skem. Kjo lë mundësinë që të ketë alternancë të institucioneve, edhe zgjeron bazën funksionale të këtij sistemi që do të riadaptohet në Shqipëri. Unë këtë perceptim kam. Këtu e përfundoj. Nëse është një gjë? Po, pak a shumë që ta diskutojmë. Dhe unë mendoj që nuk duhet nisemi nga konteksti, fakti që është një votë e cilësuar, ka pasur parasysh, le të themi se mbas 2 vjetësh mund të kemi edhe ndryshime dhe tjetër ridimensionim parlamentit. Nuk e shoh shumë problematike, pasi këtu janë përpjekur për të bërë një balancim, ato që quhet checks and balance, midis pushteteve. Shoh pozitive për shembull që Këshilli i Lartë i Prokurorëve, le të themi, merr duke ditur që ka një centralizim prokurorisë të skajshëm, ka një riorganizim dhe qartësim të kontrollit që ka Ministria e Drejtësisë ndaj gjyqësorit, sepse kishte një përplasje, le të themi, midis KLD-s, dhe ajo është kontestuar në gjithë raportet ndërkombëtarëve. Në këtë kontekst do të thosha që i mungon, padyshim, është diçka që prandaj unë nuk mendoj dhe mendoj që jam i mendimit, por ky është mendim teorik i imi që kjo nuk duhet konceptohet si reformë sektoriale, sepse ja ku dalim tani ke ndarja dhe balanca midis aktorëve të rëndësishëm në shtetin ligjor, siç është roli i presidentit, roli i parlamentit dhe roli i kryeministrit dhe aktorëve tjerë. Në momentin që në konceptim kjo është parë si reformë sektoriale, këtu jemi shmangur problemit që prodhuan ndryshimet mbas 98-s. Në qoftë se ne nuk do t'i kthehemi prapa asaj, nëse nuk do t'i kthehemi asaj situate të atërshme të kornizës juridike, të gjitha arnimet janë nisur duke pasur parasysh përfitimet politike. Unë i pash që ka amendamentet e opozitës dhe opozita është përpjekur që t'i japi pesh aktorëve të vetë cilët i ka të fuqishëm, siç është parlamenti, dhe ka thënë për shembull që për Ministrin e Drejtësisë dhe ne nuk mendojmë që duhet ketë këtë peshë ka. Pra dhe ju keni pas një pragmatizëm politik. Nuk keni qenë aq sinqert në ato amendime që keni dhënë. Në këtë kontekst do thosha, unë nuk e shoh problem që ka një 84 apo 88 votësh, bile kanë bërë shumë mirë që shumica e cilësuar, sepse nuk do ta shohim duke u nisur nga kjo e sotme. Tani ajo që më shqetëson është marrëdhënia që ka SPAK-u me Prokurorinë e Përgjithshme. Mos ta hapim shumë, le trajtojmë vetëm prokurorin. Jo, sepse kjo lidhet me goditjen që do t'i bëhet korrupsionit, se është futur në fund piramidës nga opozita. Qëndroj pak më shumë ke prokuroria, pastaj do ta korrigjoj. Qëndrojmë më vonë te prokuroria. Ka një gjë Fabian. Ka çështje të cilat ne kemi diskutuar me ekspertët dhe edhe me ekspertë ndërkombëtar, që kanë të bëjnë me kontrollin dhe me përgjegjshmërinë. Dhe ne bjem dakord që anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë duhet kontrollohen. Dhe bjem dakord edhe me mazhorancën që anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë duhet jenë me kod plot. Se kemi propozuar ne, bile kemi miratuar dhe ligj në 2005 dhe pastaj e shfuqizoi gjykata kushtetuese. Për këtë pra, janë çështje të cilat shkojnë drejtim të eficiencës. Por ama ne nuk mund të bijem dakord, të kemi të pamundur të bijem dakord me mënyrën se si emërohen këta njerëz, pra cilësitë që duhet të kenë këta persona, që duhet të kenë kriteret që këta duhet të jenë ke inspektoriati i lartë i drejtësisë, ne nuk bijem dakord me to, me kriteret, për atë debatin që e bëm që në fillim, pra që të mos marrim ata e t'i sjellim këtu, por të marrim njerëz të cilët janë jurist në kohën bazë viteve 90 dhe ky është qëndrim, mos i kthehemi më, qëndrimi i Partisë Demokratike, bjem
nuk mund të bijem dakord me numrin e deputetëve që i emërojnë ata. Pse? Sepse numri 84 që është vënë, është një numër i cili e ka aktualisht mazhoranca aktuale. Pra shmang filtrat. Dhe në fakt, ju e mbani mend që nuk dolën me 84 vota, dolën me 83 ata. Po pastaj filluan dhe blen. 83 dolën në zgjedhjen 23 qershorit. Po blen deputet që të arrijnë 84, se 84 vetë për këtë i duhen, nuk i duhen për asnjë ligj tjetër. Nuk e pengon asnjë qeverin përveç se kësaj. Prandaj i blen deputetët dhe po vazhdojnë dhe po rriten me tregun e markat të deputetëve. Dhe me këtë gjë neve nuk mund të bijem dakord. Dhe po e them me sinqeritet plot dhe me qëndrim konsistent të opozitës që të gjitha nga 1-shi deri ke 300 e rekomandimeve që kanë bërë ekspertë të opozitës janë të gjitha të qepura me rekomandimet Komisionit Venecias, apo të këshillave gjyqësore europian, apo të këshillave të prokurorive europiane. Pra të gjitha këto rekomandime që kemi dhënë janë të qepur pikërisht në këto rekomandime që janë dhënë këtu e 20 vjet për Shqipërinë edhe për vendet tjera të rajonit apo për vendet tjera të Europës. Dhe kur ne kemi thënë që ministri i drejtësisë nuk duhet të jetë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, e kemi thënë në kohën kur kam qenë edhe unë ministër. E kemi bërë propozimin. Por ama Komisioni i Venecias thotë që të rishprehet sërish. Ja, Komisioni i Venecias thotë që nuk duhet të jetë ministri i drejtësisë, ndërsa presidenti mund të jetë antar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë për aq kohë sa nuk është në ekzekutiv. Dhe e ka thënë Komisioni i Venecias. Dhe çfarë bëjnë këta? Heqin presidentin e Republikës. Ekspertët janë këta që kanë. E pra këta, ekspertë, këta super ekspertët e qeverisë, ja heqin atë dhe ministrin thonë e vën vëzhgues. Madje jo vetëm të jetë vëzhgues thot, po ministri ka të drejtë kontrolloj dhe të fillojë procedimin disiplinor. Ku është defekti i kësaj kërkese? Po defekti i kësaj është sepse po e kontrolloj, nëse unë e kontrolloj Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. E kontrolloj si ministër. I them, ty unë të inspektoj e ty të heq edhe nga puna se të çoj për shkarkim. Atëherë sigurisht ti jenë në influencën time. Se e kam unë në dorë që ta filloj ose mos e filloj procedimin ndaj teje. Është kështu apo jo? Dhe ti si inspektoriatin e lartë të drejtësisë, jo se kam, nuk e ka patur, se ka aktualisht, e ka Këshilli i Lartë të Drejtësisë. Dhe ky inspektoriat tani kontrollon prokurorin. Duke patur prokurorin, ke mashën në dorë për të trazuar gjëra dhe për të patur influencë. Pra, ky është një model i cili nuk është në përputhje me standardet dhe shkon në drejtim të kapjes, nuk shkon në drejtim të pavarësisë. Sepse ja heqin presidentit, se kush është realiteti aktual? Ju e dini shumë mirë që prej 2 vjetësh janë 3 vende vakant në gjykatën e lartë dhe nuk emërohen. Çfarë ka sjell presidenti? Ka sjell kryetarët e gjykatave, ka sjell gjyqtarët e gjykatës krimeve të rënda dhe i ka arzuar mazhoranca pa asnjë argument. Pse? Sepse do të sjell këta Sander, do këta që sot i quan janë këta këtu, që sot i quan ekspertë në nivel të lartë, gjithë këta këtu. Prandaj, dhe çfarë të cila është zgjidhja? T'ja heqin kompetencën presidentit, se ky na pret rrugën e. Dhe shkojnë dhe se ka dihet, ata kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme që të bëjnë pazar me presidentin e Republikës. Na të emërojmë një dhe ti na emëroj një tjetër. Dhe kjo gjë dhe këtij pazari i është vënë pre që në kohën e ish presidentit e përparshëm, kur ne kemi qenë në pushtet. Ju e mbani mend diskutimet, kemi qenë edhe atëherë në debat, ne ke drejti. Dhe për të qenë sinqert me qytetarët, kemi qenë në debat. Se edhe presidenti thonë ai të bëjnë pazar, një juve dhe 2 neve. Dhe ne kemi thënë jo. Që mbaj mend që nga viti 2009. Edhe sot e ka ministri të drejtën e fillimit të procedimit disiplinor e ka dhe sot ministri. E ka këtë dhe prandaj këtu ne bjem dakord që duhet të decentralizohet. Për këtë pjesë ka çështje të cilat janë duart e ekspertëve ndërkombëtar, të cilat ne bjem dakord. Por ama në tërësinë e vet tash, në mënyrën se si është ndërtuar gjithë skema, të çon drejt kapjes. Kjo skem të çon drejt kapjes. Dhe për këtë ne nuk mund të bjem dakord. Po si pra e kap nëse aty nuk është ministri i drejtësisë? Ku nuk është ministri i drejtësisë? Në KLD pra. Në KLD si kapet? Ja, dakord shumë. Si kapet? Na trego si kapet. Çfarë kemi? Kapim KLD. KLD-ja sot është e përbërë nga 15 antarë. Nesër, sipas kësaj formule, KLD do të jetë me 11 antarë. Sipas formulës prezantuar, do të jenë 6 që do të vinë nga gjyqësori dhe 5 që do të vinë nga partia. Ky është formula që vjen. Ta mbaroj pra se s'ka mbaruar, ta shpjegoj. E merr mirë qenë publiku që është nga partia. 5 vin nga partia. Vin nga partia. Si vjen nga partia? Siç erdhën këta të 3 që erdhën nga partia, këta të 3 që janë sot, erdhën nga partia. Do vinë nga partia. 5 do vinë nga partia. Tani, kryetari thot do zgjidhet nga këta të partisë, nuk do zgjidhet. Po si do zgjidhen këta të 6 gjyqësorit? Se dhe ky është çështja. Atëre, sot antarët 6 të gjyqësorit, antarët sot është 75%, tani kalon e 51%. Pra, ulet nga 75%, pjesëmarrja e gjyqësorit ulet. Në vend që të shkojmë drejt rritjes së pavarësisë së gjyqësorit, shkojmë në drejtim të kapjes. Pra, bëjmë hapa pas.
Atëherë çfarë bëjmë? Këta të 6, si zgjidhen këta të 6? Këta të 6 tani. A mund të bëj një pyetje diabolike? Unë po bëj një pyetje diabolike. Këta të 6, ja ta mbaroj këta të 6. Këta të 6 nuk zgjidhen nga konferenca gjyqësore. Si zgjidhen sot. Pra nuk i zgjidhin 400 gjyqtarë Sandër. E mbarova një sekond. Nuk zgjidhin 380 gjyqtarë. Për çfarë bëjnë këta? Kjo është diabolike. Shkrin konferencën gjyqësore. Pse shkrin konferencën gjyqësore? Sepse e ketë pamundur ti të kontrollosh vendimarrjen e 380 gjyqtarëve bashkë. Ka qenë ky debat edhe kur kemi qenë. Çfarë produkti ka sjellë ajo konferenca gjyqësore? Konferenca gjyqësore emëron antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë të 380. Tani, çfarë bën? I priten këmbët konferencës gjyqësore dhe nuk zgjedhin 380, po zgjedhin sipas e ndajnë copa. Zgjedhin antarët e gjykatës së lartë, 15 zgjedhin 1. Tani, e ka më të lehtë për ta kontrolluar ti zgjedhje vendimarrje në 15 se në 380. Prandaj coptohet. Dhe ke rekomandime të Grekos, është institucioni më prestigjos në botë për luftën ndaj korrupsionit, i cili rekomandon që konferenca gjyqësore duhet të fuqizohet dhe duhet të jetë ajo që të zgjedhë antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë. Dhe çfarë ndodh tani? Këta gjithë antarët e Këshillit të Lartë Drejtësisë, edhe këta të 6 që zgjedh gjyqësori, që i zgjedh me copa, duke patur injektimin e vet politik, këta kontrollohen nga këta inspektorët e partisë. Dhe këta inspektorët e partisë, edhe nëse ndonjëri lëviz nga rrjeshi i partisë, është ministri i drejtësisë që i bie çka kam rekord. Prandaj është në kontroll Këshilli i Lartë. Do bëj pyetjen diabolike dhe pastaj një qasje. Pyetja diabolike është kjo. Po sikur Ilir Meta dhe Edi Rama të ishin divorcuar me ngjarjet që ndodhen një muaj më parë dhe do prishej kjo shumicë. Ju do t'i përmbashit këtij versioni, këtij drafti tuaj? Do them unë. Po bëj diabolizmin, ëh? Po. Unë nuk pres që të kem se ju një politikanë, ju nuk jeni kaq sinqert. Do përpiqem që të jem. Do mbetej në fuqi ky draft. Do përpiqem që të jem. Rekomandimi jon, një nga ato të 300 rekomandimet mbështetet në rekomandimin e Komisionit Venecias. Komisioni Venecias thotë që antarët e këtyre institucioneve të pavarura që të garantojnë pavarësinë duhet të zgjidhen me 2/3 dhe jo me 3/5. Por mund të ketë thotë edhe në një vend që të shmanden njerëzit edhe votojnë 2/3 një forcë politike. Atëherë thot, edhe kur 2/3 i ka forca qeverisëse, që është në pushtet, duhet të gjendet një formulë e cila të ketë pjesëmarrjen substanciale të opozitës me një mekanizëm zhbllokues. Dhe këtë nuk e themi ne si opozitë. Nuk e them sot, e thot Komisioni Venecias. Do t'i përmbajnë. Edhe atëherë. Absolutisht, se nuk e them sot unë. Nuk e lidh Komisioni Venecias as me Edi Ramën, as me Lulzim Bashës, as me Ilir Metën. Këto rekomandime bëhen për reklama. Bëhet pyetje tjetër është. Përderisa Komisioni i Venecias pritet që të shprehet, sepse është e pashmangshme që do shprehet. Dhe Komisioni i Venecias nuk mund të japë për 2 versione, 2 pyetje të ndryshme. Për të njëjtin version, se ky është përderisa shprehur atëre, nuk mund të rishprehet ndryshe tani dhe nuk mund të vihet në dyshim kjo gjë. Pse nuk rije e qetë opozita për këtë çështje? E para njëherë ne kemi ndetur shumë të qetë dhe unë nuk jam shumë dakord për këtë. Deri tani. Se sot në emision e kam ftuar unë. Është dalja ime e parë sot që flas për këtë. Kjo është e vërtetë. Unë nuk jam dakord me këtë, unë nuk jam aq i qetë. Tash unë jam i shqetësuar. Dhe dola sot do vazhdoj të dal, thash deri sa të kem frym, sepse dua të jem pranë çdo gjyqtari të ndershëm dhe prokurori të ndershëm të vendit, sepse unë shoh që me këtë platformë që ka ardhur këtu, të cënohen interesat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm, të drejtat e tyre dhe synohet vetëm kapja e sistemit. Dhe për këtë thash unë nuk do ndal. E dyta, padyshim që procesi i transparencës dhe konsultimit publik është jetik për vendin dhe për reformën. E kundërta është vrastare. Mbajtja e fshehtë e drafteve, mos konsultimi publik i drafteve, është vrastar për konsensin. Dhe për këtë, po ju them, se kam informuar të gjithë ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian me shkrim. Dhe shefat e misioneve që asistojnë këtu. Sepse për mua dhe për opozitën është e papranueshme që ky proces tani të rijë në gjumë pa bërë një konsultim të vetëm publik me aktorët e sistemit drejtësisë kur ndryshohen 58 të kushtetutës. Kam vetëm një shkëputje të fundit dhe rikthehemi një herë me Zhilla. Jemi rikthyer për pjesën e fundit të debatit, Zhilla. Kisha një pyetje, a mendoni që ka diçka pozitive në këtë skemë, për shembull, si e konsideroni faktin që gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese janë futur
në të njëjtin, le të themi, standard me gjykatat e tjera në raport me Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë? Gjykata kushtetuese është lënë jashtë me një formulë e cila përsëri nuk garanton pavarësinë e gjyqtarëve gjykatës kushtetuese, pavarësisht se këto ndryshime do të vinë mbas 4 apo 5 vitesh. Pra që nuk e dim fare Sandër se me që e the pak përpara se kush do jetë në pushtet në vitin 2017, 2020 e 2022, sepse për ato flet kjo amendem. Por ne deklarojmë që tani që kjo formulë, pavarësisht se kush do jetë në pushtet në ato vite, nuk garanton pavarësinë e sistemi, sepse mungojnë filtrat. Aty treti zgjedh parlamenti pa patur asnjë filtr. Pra çdo mazhorancë do të zgjedh 3. Presidenti pavarësisht se pa patur asnjë filtr i zgjedh 3. Pra këto janë zgjedh njëri 3 tjetri, pra bëhet një pazar i cili nuk është në funksion të sistemit. Jo, po këto filtrat kanë qenë më tepër bllokim deri tani se sa filtra? Ose duhet të ketë një mekanizëm, gjithmonë duhet të ketë një mekanizëm bllokues. Çfarë është ky mekanizëm bllokues? Një mekanizëm bllokues i cili garanton paanshmërinë atij që merr vendimin. E garanton paanshmërinë e tij nëpërmjet një procesi duke nxitur që procesi të jetë transparent dhe duke lënë minjan ata emra të cilat mund të jenë të kontestueshëm. Siç ka ndodhur, për shembull, debatet ndërmjet parlamentit dhe presidentit që kanë ndodhur më përpara kur jepen argumenta, ato përjashtojnë elementet të cilët kanë probleme. Po themi, ne kemi përjashtuar kandidat si parlament të presidentit që kishin thonte, më ka dhënë vllai 200.000 euro mua, po unë nuk e di se nga i ka marrë ato vllai dhe kësi mi ka sjell vllai mua, e ka marruar të deklaroj. Pra nuk kanë patur një sinqeritet në deklarimin e pasurisë tyre, apo njerëz që kanë patur të shkuar në kohën e komunizmit. Pra janë këto filtra dhe këto filtra i japin mundësi palëve që të bëjnë përjashtimet për ata njerëz që mendojnë që mund të jenë të kapur politikisht. Po sa mekanizmash bllokues mund të ketë? Kjo është një nga 130 pyetjet që ne i kemi shtruar Komisionit të Venecias, sepse Komisioni i Venecias ka rekomanduar një sër mekanizmash bllokues për vendet të cilat kanë demokraci jo shumë zhvilluar dhe për vende me demokraci të konsoliduar. Dhe po them, lidhur me gjykatën e lartë, ne e çmojmë si një hap pozitiv faktin e llogaridhënies që duhet të kenë gjyqtarët e gjykatës së lartë, rritjes së përgjegjshmërisë që duhet të kenë gjyqtarët e gjykatës së lartë, por për ne është e papranueshme hapja e spektrit që në gjykatën e lartë të mos vinë vetëm nga brenda sistemit, po të vinë dhe nga jashtë sistemit të drejtësisë. Dhe kjo për ne është e papranueshme, sepse ata që vinë nga jashtë sistemit kanë tendencën për të qenë të kapur, pra po kaluan për korridoret e partisë, janë të kapur. Më të kapur se këta që janë? Janë, po pikërisht, absolutisht po. Edhe më të kapur se këta që janë. Sepse po erdhën nga jashtë sistemit, ata janë tërësisht kapur. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri, po ndodh edhe në vendet e rajonit, ndodh edhe me gjërë. Dhe këto janë hapa të cilat mund të jenë pozitiv, por duhen përpunuar. Pra, i kanë dhënë ekspertët si zgjidhje ekspert ndërkombëtar, kanë futur ekspertët vendas duart pasaj dhe kanë kaluar në shërbim të partisë. Pse e kundërshtoni formulën propozimin për zgjedhjen e prokurorit nga Këshilli i Prokurorëve? Prokuroria është një histori vetë, në fakt, sepse këtu janë bërë aq shumë sa sigurisht duhet bëhen shumë emisione, shumë tryeza për të folur gjatë. 10 minuta. Prokuroria i ka dalë si nevojë imediate sot politikës dhe qeverisë, sepse kanë platur skandale nga të gjitha anët dhe i duhet prokuroria. Dhe këtu prokuroria është folur pak, prokuroria këtu zhndrohet në një prokurori tërësisht politike. Pse? Nga një prokurori e centralizuar që ka funksionuar këtu e 20 vjet, kthehet në një prokurori të decentralizuar. Pra, nuk ka më një institucion i cili është llogaridhënës, por gjithë procesi bëhet dhe historitë me prokurorit të decentralizuara në vendet e rajonit janë shumë. Marrim prokurorinë italiane po deshët, që është një prokurori e decentralizuar, ku prokurorët arritën të bënë edhe partiu dhe parlament. E mban Di Pietro ka qenë prokuror dhe bën edhe parti, dhe ku lufta politike zhdronte prokurorinë në armën më të ashpërsisht ndodhi me prokurorët edhe para çështjen Berlusconi. Për çështjen Fullani. Mos kalojmë ke Berlusconi, por i urdhëruar një prokuror i partisë, mori arrestoi në mënyrën më të papar dhe më spektakolare, në mënyrë tërësisht pa drejtë, sepse të gjitha vendimet gjyqësore e nxorën që arrestimi nuk ishte fare të bënte me flagrancë dhe nuk ishte fare me rastin, por vetëm në urdhat politik u përdor dhe ja ku ndodhi. Dhe absolutisht është një nga rastet, po them spektakolar të mënyrës se si ushtrohet turistënia ndaj prokurorëve, ashtu siç është dhe rasti që kryeministri personalisht ka marrë në telefon prokuror dhe merr dhe sot. Dhe decentralizimi i prokurorisë, për mendimin tim, është një nga hapat më të gabuar që shkon jo në favor të
forcimit të pavarësisë, por në favor të kapjes. Dhe po ashtu, nuk ka ndodhur ndonjëherë në këto 25 vjet që prokurori i përgjithshëm të shkarkohet me ligj, ex officio. Të shkarkohet pa i bërë një analizë punës vet. Ti ndërpritet mandati, madje me kushtetut, siç i saktohet atyre paga 6 milion atyre inspektorëve, komisarëve të partisë që do kontrollojnë gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e vendit, që thuhet që pagën komisari i partisë do ta ketë 6 milion lekë kushtetut. Këtu prokurorit përgjithshëm, jo vetëm që shkarkohet, pa edhe asnjë shpjegim, por prokurorit përgjithshëm i hiqet edhe drejta që të ankohet kundër këtij vendimi. I hiqet edhe drejta që të shkojnë gjykatë kushtetuese, se gjykata kushtetuese nuk ka të drejtë që të shqyrtojë këtë. Dhe kjo jo vetëm këtë, nuk ka të drejtë për gjithë ndryshimet. Gjithë dokumentet. Po edhe prokurori i përgjithshëm. I hiqet edhe drejta, madje i caktohet edhe zyra. Në gjykata apelit Tiranë, bile mik nuk caktohet kati 2 zyra e 3 majtas. Dhe kjo s'ka ndodhur kurrë. Nuk ka ndodhur kurrë. As në vende, po them, në vendet e diktaturës. Vetëm në diktaturë njerëzit shkarkohen me ligj. Njerëzit e drejtësisë dhe kudo qofshin, shkarkohen pas një proces verifikimi. Nuk e bën mirë punën ky prokuror. Shumë mirë, të kontrollohet puna e prokurorit dhe nëse nuk e bën mirë punën shkarkohet. Por shkarkimi i tij me ligj të ngrihet komisionet timore në rast se prokurori, po pikërisht prandaj u bën ndryshimet kushtetuese që mos ngriheshin më, sepse edhe ne kemi patur problem këtë. Prandaj u bë dhe me mandat që mos ngriheshin komisionet timore. Prandaj u bën ndryshimet kushtetuese që të verifikohej performanca e prokurorit përgjithshëm vit pas viti. Po e dini ju që si vjet prokurori përgjithshëm i është refuzuar nga Komisioni i Ligjeve që të thirret për të raportuar për performancën. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Pse bëhet kjo? Bëhet kjo, po ja them unë, sepse këtu ndodhin aq shumë gjëra, aq shumë zullume, nga mëngjesi deri në darkë, ditë për ditë del nga një zullum, sa qarohen këto. Dhe kalojnë pastaj themi dëgjoj se gjyqësori dhe drejtësia që ka e keqja më e madhe e këtij vendi. Po çfarë e keqja më e madhe me këtë vendi kur flasim për zyrtarë dhe për qeveritarë që lëvizin me miliona e miliarda? Dhe ajo, korrupsioni më i lartë do ta tjenë ekzekutiv. Ajo është e keqja më e madhe e vendit. Gjithmonë, qeveria është e keqja, kushdo qoftë. Nuk është drejtësia. Por ama sot, drejtësia i duhet në kontroll. I duhet në kontroll për aferën e Çezit, i duhet në kontroll për horat, i duhet në kontroll për banditët që ka futur në parlament. Se si mund të kemi në reformë drejtësi, kur ai parlament atje ka të paktën 20 deputet me rekorde të tmerrshme kriminale. Jam thoni ju mua. Prandaj bërtas unë dhe them, shiko se jam pranë çdo gjyqtari të ndershëm, prokurorit të ndershëm. Çfarë i thoni ju atij gjyqtarit dhe prokurorit të ndershëm, kur ata deputet aty, të cilët janë dënuar dhe kanë rekorde të tmerrshme kriminale për trafik droge, trafik prostitucioni dhe vrasje, dhe ata do të reformojnë tani këta gjyqtarë të ndershëm. Ata do të caktojnë ata komisarit do t'i marrin në kontroll, ata do të caktojnë ata komisarët që do t'i kenë do t'i inspektojnë, do kenë ministrin e drejtësisë do t'i kontrollojnë, pra gjithë ata deputet aty do marrin vendimin. Ndaj dhe reforma në drejtësi në mënyrë të padiskutueshme duhet të jetë një hap pas dekriminalizimit. Të bëhet dekriminalizimi, të largohen deputetët me të shkuar kriminale dhe pastaj të vazhdojmë me pjesën e reformës në drejtësi. Një pyetje fundit të mund e keni ju radhë pastaj. Ka një kërkesë për përfshirje të prokurorëve dhe gjyqtarëve të huaj, mundësisht nga Bashkimi Evropian, nga Brukseli apo dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të garantuar zbatimin e kësaj reforme. Jeni pro, kundër? Dhe në çfarë niveli doni që të përfshihen? Nëse vinë. Gjyqtar për të garantuar reformën nuk e di. Të tjenë pjesë kur të filloj ky ligjëri, kur këto që do miratohen, të vinë këtu gjyqtar apo edhe prokuror të ndjekin hetimet. Pjesë e sistemit. Pjesë e sistemit. Është kërkesë që është bërë Brukselit? Prokuror të huaj në mënyrë permanente ka pranë prokurorisë gjatë gjithë këtyre viteve, të paktën në këto 15 vjet, jo 20 vjet që mbajmë në tonë, në mënyrë permanente prokurorët e huaj asistojnë prokurorin e përgjithshme dhe prokurorët për çështjet e hetimeve të çështjeve, dhe kjo është krejt normale. A duhet të ketë në kushtetut parashikohet që të ketë një institucion që do të jetë institucioni monitorimi ndërkombëtar, cili ka qenë një kërkesë e hershme e opozitës që gjithë procesi i vlerësimit të gjyqtarëve duhet të kalojë nëpërmjet një procesi monitorimi ndërkombëtar, sepse ne kemi dyshime të forta që provimi i gjyqtarëve apo testimi i gjyqtarëve, testimi qeveritar do të mund të bëhet vetëm me duke patur parasysh pastrimin e gjyqtarëve. Por ne nuk bjem dakord me testimin dhe me provimin, ne jemi për një vlerësim të gjyqtarëve, vlerësim të gjyqtarëve të punës tyre, vlerësim të integritetit, vlerësim të gjithë
spektrit të punës tyre dhe kjo duhet bëhet me monitorim ndërkombëtar. Për këtë pjesë jemi dakord. Për këtë jemi dakord. Ne për këtë jemi dakord. Po nëse do të ketë pjesa e vlerësimit, domethënë vlerësimi i gjyqtarëve, kur të bëhet vlerësimi i gjyqtarëve, duhet të bëhet me ekspert shqiptar, po dhe me ekspert ndërkombëtar, pra me monitorim ndërkombëtar, në mënyrë që vlerësimi tjetral, po kurse si me provim, por duhet bëhet nëpërmjet një vlerësimi nëpërmjet dosjeve të tyre, dhe jo me vlerësim me provim. Zhilla Qipa për ta mbyllur. Pyetjet e fundit. Kësaj domethënë zoti Alimi mendoni që prokuroria ka pas një performancë të mirë dhe le të themi a shikoni kontradikt në faktin që thoni kemi shumë prokurorë ndershëm dhe gjyqtar, ndërkohë kemi politikanë shumë të korruptuar. Këta prokurorë të ndershëm çfarë i bën që me sistemin aktual i centralizuar nuk i godasin le të themi këta persona të korruptuar? Çfarë ka penguar deri tani dhe pse do sjelli probleme të tjera? Se deri tani ne jemi shumë keq. Decentralizimi çfarë do bëj? Çfarë do ndryshoj? Padyshim që sistemi pas më të vogël ndryshim. Sistemi gjyqësor dhe prokuroria kanë probleme të rënda të korrupsionit dhe të kapjes në mënyrë të padiskutueshme. Kanë probleme të tilla, sepse prokurorët e korruptuar e kanë dhe gjyqtarët e korruptuar e kanë më të lehtë që të përputhen me pushtetin. Pra ata gjunjëzohen të parët. Ata presin me vrap pazarin e parët që do t'i vinë nga qeveria. Dhe kjo gjë ka ndodhur gjatë kësaj koha. Ju thash, ka telefonata të regjistruara të kryeministrit që telefonon drejt për drejt prokurorët për çështje të caktuara. Drejt për drejt gjyqtarët për çështje të caktuara. Paraardhësit. Të këtij aktuali? Të këtij aktual. Kur në paraardhësit? Të këtij që po flasun tani. Nuk janë të regjistruara. Kur nuk ka patur telefonata? Kur? As të, jo të ish kryeministrit, pa as në një ministri. Kur? Po ja u them këtë me kompetencë. Pse si denoncojnë këta prokurorë? Kur? Ndërsa prokurorët, po nga ata i marrin, se ku i marrin vesh, nëse jo, pse si denoncojnë publikisht se kjo është akti i rëndë që të marrë kryeministri. Kjo fushat jakobine që nis kryeministri i bën që ata të jenë pikërisht kompleksuar. Dhe kjo është papranueshme. Dhe kjo është e papranueshme që nuk jam dakord me atë që tha Ilva më përpara, se thash gjatë reklamave. Se gjyqtarët e korruptuar bërtasin më shumë, jo asnjë nuk bërtet. Pse? Sepse kompleksohen, ata s'duhet kompleksohen. Nuk duhet kompleksohen. Jo, ata thjesht duhet lënë mandatin, nëse janë korruptuar duhet ikin. Gjyqtarët e ndershëm nuk duhet kompleksohen. Gjyqtarët e ndershëm, prokurorët e ndershëm nuk duhet kompleksohen, ata duhet punojnë. Dhe ne si politikan kemi detyrën që t'i garantojmë atyre një pavarësi në vendimarrjen e tyre. Sepse në rast se ti mban një kryeministër i cili telefonon, çfarë do bësh ti? Do japësh ti vendime, ja pra ndodhi ajo e fullanit. Apo ndodhen edhe arrestime të tjera. Ndodhen edhe ato që po ndodhin, po them. Nuk ka guxim që të shkojnë të hetojnë aferën e Shezit. Po nuk ka një prokuror të përgjithshëm, sot kushdo. Ky që është dhe çdo prokuror tjetër i përgjithshëm, që të emëroj, që të hetoj kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit. Nuk ndodh. Prandaj kemi kërkuar neve hetim ndërkombëtar. Prandaj duhet që të krijojmë një sistem të tillë të pavarur, edhe kur të jenë ata prokurorët. Përsëri, kur të jetë në akuzë kryetari i kuvendit dhe kryeministri kur do qofshin në çdo lloj lidhje dhe mbas 10 vjeç apo 15 vjetësh, përsëri do ketë nevojë, sepse ne kemi një sistem drejtësie të brisht dhe kemi një sistem politik i cili dhe një qeveri e cila thotë unë e reformoj sistemin vetëm po e pata për vete. Sepse për mua thënia e Edi Ramës që unë e dua sistemin e drejtësisë për vete, për të luftuar keqbërësi, se kështu thot, e dua nën vete, që ta rregulloj unë, sepse vetëm po e pata unë në kontroll e rregulloj dhe do luftoj keqbërësit. Me thënien se e dua sistemin e drejtësisë nën vete, nuk kanë asnjë dallim. Të dyja kanë vetëm një qëllim, kapje. Minuta e fundit, Qipa, për ty. Jo, për punën e kapjes, kur e thot një politikan, e kuptojmë ne që nuk është shumë për t'u besuar, aq më tepër që është një pretendim që të dy palët e kanë gjithmonë. E riciklojnë kur janë në pozicionet jashtë pushtetit. Kur janë në pushtet, e kryejnë me devocion kapjen e. Dhe kjo është një histori politike e drejtimit të drejtësisë. Fatkeqësisht kjo stilem nuk duhet përdorur, po tamam e drejtimit të drejtësisë. Edhe në rastin konkret, ky debat që po vjen për çështjen e reformës në drejtësi, është një debat që praktikisht të dyja palët nuk ikin nga tranzicioni, nga tradicionaliteti i vet. Dhe e vërteta është të dyja palët shumë pak e pojnë këtë faktin se sa e përfshirë është OSB-ja, BE-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe institucionet e tjera të konsulencës dhe në monitorimit të standardit. Se këtu kjo një gjë nuk përmendet dhe zoti Alimi e ka shmangur komplet termin standard. Se de facto rikthimi te sistemi do të thotë që ti të rikthesh standardin. Se ne nuk e kemi sistem, prandaj nuk kemi standard. Ne pretendojmë që të vim të ky standard. Në rastin konkret, duhet bëj një saksim. Përmendi rastin e decentralizimit të prokurorisë në Itali. Prokuroria në fakt është brenda ekzekutivit në Itali.
por funksionon në pavarësi të pa diskutueshme. Se e ka me ligj. Edhe e ka thirrur sa herë i është nevojitur prokurorisë, kryeministri i vendit ka shkuar në para prokurorëve dhe para gjykatësve. Kjo histori në Shqipëri mungon. Dhe pse? Sepse shpesh thot, unë dua të mbroj gjykatësit e ndershëm dhe prokurorët e ndershëm. Edhe unë nuk e vë në dyshim që ekzistojnë tek ne. Por këta të ndershmit nuk kanë vokacion në Shqipëri. Do me thonë, ky është një debat që duhet sillte në mediumet tona, prokurorët dhe gjykatësit, ekspertët e jurisprudencës. Ne, kjo kategori, ky komunitet, ky entitet profesional, në mungon. Sepse janë të rrezikuar, pra, nëse do dilin në ato njeriu riskon. Ka një kurajo. Janë të kërcënuar, janë në presion. Jo, nuk jam dakord. Shiko, kjo është një gjë, unë e pranoj që janë, por një njeri e ka kurajon. Edhe ne gazetarët e pranojmë që informaliteti është absolut në media, por ama ngrihem dhe themi, nuk jepen rroga dhe nuk merren nuk bën kontrata pune. Ama kjo është. Edhe brenda do t'i thosha zonën Alimi vetëm këtë. Nuk ka arsye pse ta mohojmë ne këtë vullnet. Po jam bëjmë bashkë në një emision, po të shive, do të vinë as do të vinë, nuk vinë pra. Do t'i thosha dhe ka dhe diçka, domethënë, ata kanë një mandat kushtetues, ata përgjihen para popullit. Domethënë, prokurorët, gjyqtarët kanë mbrojtjen më të madhe që ju jep ligji krahasuar me çdo qytetar tjetër. Pra kushtetuta ju ka dhënë këtë mbrojtje pikërisht për të denoncuar krimin. Kur këta të parët trëmben për të folur, çfarë do thotë qytetar? Dhe mendoj që sot prokuroria ka një centralizim dhe juve sa po e pohuat, sot ke frikë të flasësh me prokuror sepse duhet marrë leje patjetër. Jo, nuk flet dot fare. Është i bllokuar, sot prokuroria është e bllokuar në mënyrë kështu hermetike. Do bëjmë emision tjetër se zoti Alimi do vi prapë. Patjetër, është ekspert i fushës. Patjetër për prokurorin. Po të flasësh si ekspert si politikan. Prokuroria është një çështje që do flasim, por ajo që dua ta them në fund është që kjo është një reformë e rëndësishme, e cila duhet të nxjerrë nga status quo-ja sistemin e drejtësisë. Dhe opozita është e përfshirë për të dhënë impakt konkret në këtë proces, për aq kohë sa kjo reformë nuk do të jetë një alibi për të kapur sistemin e drejtësisë. Prania dhe vigjilenca e gjithë partnerëve ndërkombëtar, të cilët janë të pranishëm në këtë proces, dhe ne kemi një komunikim, dhe unë personalisht kam një komunikim të përjavshëm me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian dhe ambasadorët e Shtetet e Bashkuara, është jetike për këtë proces. Reagimi dhe qëndrimi i aktorëve të drejtësisë dhe qytetarëve është vendimtar. Në qoftë se reagimi i tyre është jetik, reagimi i qytetarëve dhe reagimi i aktorëve të drejtësisë, ku ne gjithë bjem dakord që ata duhet të reagojnë, është vendimtar për këtë proces. Mendoj që do të mbyllet brenda këtij viti reforma? Unë nuk di se sa do të avonoj Komisioni Venecia, sepse është një proces, po them, që ka përmbledh shumë çështje dhe në momentin që do të vi nga Komisioni Venecias, pastaj do të vazhdoj përsëri diskutimi me tryezat edhe me procesin. Pastaj miratimi janë amendamenteve kushtetuese, vetëm në rast se do të jetë në përputhje të plot me standardet europiane, do të ketë pëlqimin e opozitës. Në rast se do të jetë me këto që vjen këtu, nuk do ta marr kurrë miratimin e opozitës. Spari më pëlqeu ose sfundit, paktën le të themi që po flasim për reformë, është një nga reformat më të rëndësishme. Personalisht uroj që opozita të jetë shumë më aktive se sa ka qenë deri tashti, sepse ka një rol të rëndësishëm dhe aktivizmi i opozitës duhet të jetë aktivizëm teknik dhe opozitës nuk i mungojnë ekspertët dhe juristët në këtë drejtim, pasi duke qenë se ka mungesë votash, duhet të jetë prezente, duhet të bëj kontaktet patjetër me institucionet ndërkombëtare, sepse janë garancia e vetme. Nga ana tjetër, shpresoj që të kemi një sqarim ditët në vazhdim për mënyrën se si u bën këto amendamente nga komisioni ngritur dhe ekspertët, të kemi një transparencë kush janë ekspertët dhe të dimë se si ka funksionuar dhe kush është procesi, sepse ajo do të na japë një panoramë më të qartë pastaj dhe për qëllimet dhe çfarë shihet mbas atyre amendimeve. Transparencë, e ke një batutë fundit, nuk e di po të mundon apo jo, nuk e ke. Unë shpresoj që dy palët tonat mos kenë debat me ato që unë i konsideroj adresime të ardhura nga Komisioni Venecias, se nëse do të kenë debate dhe për interpretimin që do bëj Komisioni Veneciave, mendoni çfarë debate do të kenë për ty draftet e tyre. Faleminderit zoti Eduard Alimi, Fabian Zhilla, Aleksandër Qiva, faleminderit për vëmendjen, natën e mirë për sonte.